Ja nesëm që konsideroj, mirë se vini në oksigen. 716 numri i emisionit, Mësafiri në ka ardhë, pas pak i bashkohë Mësafiri, të shkoj marë, ullëm të bëjmë abet për qef Shqip. Ska ku shkon ma Shqip. Me 7 qërshorë më kalëzuk të atërgjisjen të meqem i përcjellin në gjarjet. Me 7 qërshorë prova generale e zgjedhjeve. Se më siguria pet ma vonë. Në më thonë është me dojnë zgjedhje, po, si provë generale. Po, profesion, e kena bo. Për ndokët që Amerika, as dikush kishim ne apë roga, neve vishë që dalim zgjedhje, se profesioni shqiptarit është zgjedhje. Zgjedhje. Ti mi ka zgjedhim Japan. Vish mu përla, me s'haroni shikus ndërrojnë nërveti, pse ti me këtë parti, më s'haroni mu përla. Pa u përlas. Qyshja shqiptar ku se shanë tomin, hajtë. I bashkë pa bone nërvos. Interrex është sponsor në mision, brendi i madhi marketeve Interrex. Furnizim sa dush, çmimet mikroskopike, dush përshku mikroskopat ju mi pa, çmimet, furnizim high class dhe loja madhe shpërblyse. Shpërblime, sa të doni, së më qitët maroj se ka me ledzu gatë. A i ki po, jo mërë përba i gore, a i bëjmë hajtë. Ja, që kështë pipi i gore, që të bëjmë i gota nësta, shkolli dhe shikus naturaliteti ka përpashti. Hajde bja nisim. Shka kemi? Voucher 3.600 euro në Interrex. Voucher 1.200 euro në Shell. 165 shpërblime ekstra tjere, 100, 200, 300 euro. Kretë kur im ledhë bojnë 30.000 euro. Filimi o kë, ka dole. Pushime all inclusive. I pagun normal Interrexi, po qaj që fiton. Voucher në dartin lërë 10.000 euro, teknik të bardhe dhe të zez. Vetur Renault Clio 2026-00 nailone që ka bonona, 3 copat reja flok, Interrexi. Dhe banes në Prishtin është premia, banes në Prishtin të Marokit, banes të Marokit, prej lojës përblyset të Marokit, loja ma madhe në vend, që është me marë pjesë, i plosoni kuponet e brendeve që janë pjesë marëse në loj, e gjumë kuponin e mërmalin që i ki blesh shkon shpi. Ku të vje vakti, mu të rejkë shpërblimet, vishë ku të ashe që fiton bashkë ty që sta mërmenja. Interrex. Kafe kemi Prince Cafe. 3 në 1 telefon modele të Prince-it dhe giganti ma televiziv platforma Art Motion me gjitha kanalet, me digital batë, me qëshën me ato tringat të Kosovës e të kretë dyjes, me sport e me kretë, Art Motion, Prince Cafe dhe Interrex. Gëzuar. E kom pa që të i dikom. Shiko se ndërë Mësafiri në ka ardhë. Kemi me bo biset normal, naturale të lirë. Nga Shqipnia jonë është biznismeni ma i madhë shqiptar, e mo, i gjitha konave. E keni pa kush i përcjell edhe në revistin Forbes, miliarderi vetëm shqiptar që aty që u dalë në herë, o që ashtu kresh të ti i përcjell të sene. Edhe kena më knaq pare sonte, leni gjepat qel, krejtve kena më juqu me email të pare për mes biznismenit. Jo, ma më rëndësia me në kalëzu shpirtin shqiptar, ma më rëndësia është që ka me në kalëzu përvojën e vetë, që shmu zhvillu edhe kom shef mja qitën pa që e ka dashnin në Kosovë Shqipni. Gjithë shqiptar i kuptohet, sepse kum pija 3 kafe në 3 ditë të ndryshme me këtë vlaun ton nga Shqipnia. Quhet Samir Mane, unë po shkëpi marrë që atje, që ku është Samir? Ku jeme në Shqipja jeme? Përshëndetje. A, mirë se vjen në oksigen edhe në Kosovën tome. Mirë se të gjeta. Ku jeme? Dhe faleminderit për ftesën. A, me knasi. Samir, gjithë në vetë se e mësu, edhe më skujtoj që je le miliarder. Jo. Do më thonë, ta këthejmë feminin, qysh je mësu bugjet. Kjo është Samir Mane, shikus të ndëruar. Qëta për hekim? Të vogla e pas këto, po ka një veçanti sot, një gjakovar dhe një korçar. O korçar, o e shfarë, thojnë? Thojnë, po. Po unë e kisha në kontekst tjetër, që kushtimtar jemi të dy palët. Po, me të kalëzu drejqeja 2 muaj ditë. Se mund të kishe bu një shishe për shumë, pak më të madhe. Jo për Samir, në që shokuna, se pare të buhen të mësi hargju. E di, po. Biles më them $1 kursyer, është mirë se $1 fituar. Ta është i veç këshilla nga biznismeni numër 1. $1 kursyer,
Është më i rëndësishëm se i dollari fituar. Më thonë mes harxhoni, mes paguni kur, dilni me shok, shtini ata në të paguin. Po, se të ndani. Po dhe, me kështë të tonë që kjo që 12 ditë është, i kena pas musafir zotni. Këtë kush se pike. To e ngucune. Samir, faleminderit që bibojmë që shto bisedet. Përshëndetje, faleminderit dhe njerë. Faleminderit. Jam kënaqësi që jam ke emisioni jot. Çfarë ndjeni në Kosovë kur hina e di që vjen ekip biznese këtu, më vonë do të flasim edhe për biznese. Çfarë ndjesie jep Kosova kur hin? Gjithmonë kam këtë kënaqësi që nga dita e parë që kam marrë, në fakt herë të parë kam marrë në Kosovë në vitin 1990, atëherë kur Shqipëria ishte akoma komuniste, dhe gjatë gjithë kohës sa herë vi kam i kënaqësi të papar, kam shok, kam miq, kam njerëz, kam biznese, gjithmonë me të njëjtin emocion. Njëjtën e kam dhënë në Shqipëri. Po. Edhe vërtetojmë kështu që jemi një. Në të gjitha drejtimet. Dojmë ngacmu edhe ata që e sulmojnë këtë numrin 1. Po. Se ka politikana s'pi prekim hiq, se ma mund ju pyes për politikanat, pidi do të rika. Për çfarë të duash të më pyesësh? E di vëlla, ja marrë vesh mi bon natyrshëm shqip. Pe alisim me gjeologji dhe miniera keni studiu. Po, kam studiu gjeologji miniera. Në fakt kam studiuar shkencë gjeologji miniera. Për herë të parë në një minier jam futur në vitin 1988 në kohën e komunizmit në minierën e Buqizës, dhe për herën e dytë jam futur në vitin 2014 kur e bleva atë minier. Atëherë ku kam shku mi këshyr. Po, kur kam shku. Sa ka vlerë? Po, sa ka vlerë, atëherë 2 herë kam shkuar në miniera, kam studiuar gjeologji miniera, kam vazhduar dhe për 8 muaj në Austri kur kam emigruar gjeologji miniera, pastaj e lash shkollën në Austri dhe fillova biznesin. Përkthem të pasuria e Shqipërisë, do më thonë, është Shqipëria pasur, e di që ka krome, ka dhe naft. Unë nuk jam më në atë biznes të kromit, por pa dyshim që ka krom, ka dhe minerale tjera, ka dhe naft, të cilat nxirren, mund të kishin proceset të përpunimit më të mirë, po e rëndësishme që ka dhe Shqipëria fiton diçka prej saj, pa dyshim që mund të fitonte më shumë, por fiton diçka prej saj. Okej, pse s'fiton më shumë Shqipëria? Prej naftës, a na bllokon dikush nga jashtë? Unë nuk e besoj që na bllokon dikush nga jashtë, por natyrisht janë investime shumë të mëdha, investime që kemi pas kanë qenë investimet të degraduara të kohës së komunizmit, investimet e tjera janë shumë të mëdha dhe natyrisht që ata që merren më të punë do ta vlerësojnë nëse këto qindra miliona investime për ta bërë naftën tonë të përdorueshme janë rentabël apo jo. Samir, këto në kohën e komunizmit si student, a ki qef pak me kujtu bile për hir të shikuesit ta shohim në për çfarë periudha, në për çfarë kohë ka kalu Shqipëria? Vazhdimisht flas me miq të Kosovës, ku ndonjë pjesë e vogël atyre ka dhe një nostalgji të madhe për komunizmin e Shqipërisë ose për Enver Hoxhën, por kryesisht për komunizmin e Shqipërisë, ka qenë një dizastër. Që të jemi sinqert, komunizmi jon ka qenë një komunizëm dizastër. Kujtimet e mia për komunizmin janë shumë negative, padyshim që un kam jetuar deri në moshën 21 vjet në komunizëm, pastaj kam ikur. Po nuk pajtohemi një pjesë më të njerëzve që thonë komunizmi ose Shqipëria në atë kohë ka qenë e fortë. Shqipëria ka qenë në atë kohë një vend komunist. Pikërisht bashkë këto diskutojmë edhe pak Samir për shkak të shikuesit edhe për shumë gjëra që na lidhen neve në Kosovë. Nëse Samiri ose një shqiptar i Shqipërisë, një vëlla, një motër e Shqipërisë, thot ka qenë komunizmi i keq. Edhe neve, nëse edhe na ka pëlqy pak komunizmi, na për hir të juin, duhet mi besu dhe mes mi diskutu kur atë emën mo. Po. Dhe kur ne e kemi jetuar, ju padyshim që e keni parë dhe ndonjë anë pozitive shpesh herë të saj, por komunizmi ka qenë i keq. Po, prandaj po them që na duhet mos solidarizu me ju, sikur Shqipënia me Kosovë. Solidarizojmë shumë gjëra. Po, kemi pas raste në muzikë serbisht, i thesha në restoran, na leo vlla këtë kongë. Në Shqipëri? Në Shqipëni. Po. Na le burë. Po. Bile, bjejkoja 20 vjetë, thash që si jam i famshëm, në Shqipëni nuk më nishin atjere. Po. Thash me bo, mu që u pishtuit krejtë Kosovarë që orë, me së shë e reagoj kaj, e patek muzikën. Natyrisht. Kështu që si regull të bojmë kur ankot një shqiptar i Shqipnis ose i shqiptar i Kosovës, ta nërojmë një tjetrin. Thot shqiptar i Kosovës, heke këtë muzikë, mas ta lavdo Beogradin, besoni, sukur që i besojmë na sonte Shqipnis në këtë rast. Keni hek shumë. Po. Në komunizëm kemi hek shumë. Natyrisht
Unë e përjetova në vitet të mira, se në moshë 21 vjeçare jam larguar në Austri, aty kam studiuar, pastaj kam filluar biznesin tim në 1993 dhe prej atëherë kam kompaninë time në Vjenë akoma dhe në shumë vende tjera të botës. Samir, pse i ke Shqipërisë? Për një jetë më të mirë padyshim, për të realizuar ëndrat e mia, të cilat u super realizuan natyrisht duke parë 35 vjet më mbrapa. Ku e dishe ti që ka më mirë, kur i nikon të izoluar? Vetëm për televizionit pak, pra edhe për televizioneve të ish Jugosllavisë në atë kohë, por edhe për televizionit italian, kemi pa që ka Coca-Cola, që ne nuk kemi provuar, kemi pa që ka banane, që ne nuk e kemi provuar, kishim provuar, kemi pa që njerëzit veshin jeans, që ne nuk i kishim, e plot gjëra tjera, të cilat ishin një liri normale në të gjithë perëndimin, po dhe në pjesën e ish Jugosllavisë, ne këto gjëra nuk i kemi parë, kështu që natyrisht atraksioni nuk ishte të pije Coca-Cola për të shkuar, po për jetë më të mirë dhe unë u largova. Po e mira gjithë kësaj është që se ke harru Shqipërinë edhe shqiptarinë. Po. Kthehemi, normal që kthehemi te bizneset, po në Austri që shu paraqitet, të kush, ku ishte ideja, sa pari po të në gjep burë. Unë me $100 kam shku më të Së lejmërëshë më të jarani, më patar shu i 200 se kësha lonë. Po ti kisha edhe 200 dhe kësha lejmëru, po jam i sigur që dhe ti para 35 vjetës nuk e dija i kisha se kisha 200. Ma i shkullën një më kone. Kështu që me $100. Me $100 kam shkuar në kampin e refugjatëve në atë kohë në Austri. Jam stabilizuar aty, kam qenë në ndihmën e qeverisë austriake për refugjatët për një kohë prej rreth një vit. Pastaj kam dalë më vete dhe kam filluar biznesin tim. Shkollën, pastaj biznesin. Do më thonë shkollimin në Vjenë edhe biznesin. Edhe biznesin, po. Familja jote në Shqipëri, a u persekutu pse ju ka ikë djali? Jo, se ishte fundi i komunizmit, pra, po ndërkohë unë vetë kam qenë persekutuar, për arsye se kam pas një miq, si u zumarë. Jo, kam pas një cili ka qenë i aratisur nga Shqipëria dhe kam pas 45 vjet familja ime persekutim, sepse gjaja im, ose migja, si do një ju, ka ikur nga Shqipëria si diversante që ishin atë kohë, pra njëri që kundër sistemit që ka qenë. Kundër sistemit. Kështu që pranaj dhe emocioni me komunizmi ishte akoma më i madh, sepse unë nuk kam dashur të studioj gjeologji në fakt, kam dashur të studioj dek të tjera komplet, mirë për Partia Komuniste në atë kohë është se ti do studiosh gjeologji, ti do studiosh kështu, ti do studiosh ashtu, kështu që kam akoma më shumë negativitet, sidomos që nuk më kanë lënë të studioj atë që doja. A ne e diskutojmë edhe këta, pse jo, se edhe në ditë të sotit ka kësi lloj tendenca që bi ju imponu njerëzve format të ndryshme. Mund të imponojnë, po imponojnë nga familjarët, imponojnë nga kushte speciale, por nuk besoj që... Jo nga rrethanat politike. Po, okej, në politikë të zdojme të ngusë për posë që... Në këtë temë mund të flasë pas një problemi, unë me politikë zakonisht nuk flasë për një arsye të vetme, se unë kam 80.000 njerëz që u shërbej, 80.000 fatura lëshojmë në ditë, kështu që konsumatori relativisht në trevat tona është i ndjeshëm në raport me qasjet politike, jemi këtë parti, jemi atë parti, kështu që mundojmë të jem neutral për shkak biznesit, jo se kam në një emocion të madh. Ta ban ma trup pidi që për të më kalzu me cilën parti je. Me cilën je? Nuk e... Si e me... Naturisht që jam, po së është pjesë nga tavolina, po me qite një kapës një dark pas emisionit, do të them në dark. Jo, ma shumë më interesoj ke me thonë, a ma të lipin pare politikantë? Në Shqipëri nuk më lypin pare, por natyrisht ka një arsye, villa, televizora, se unë shes televizora, vetura, villa, apartamente, plot shes, me të ndretën. Nuk më lypin dhe nuk ka lyp, po a lypin edhe ndoshta, po mua nuk më ka lyp, për një arsye sepse unë nuk kam punë me shtetin. Pra marrëdhëniet e mia me shtetin janë shes televizora, shes jumbo produkte, shes produkte tjera, tregti, ndërtoj, male ndërtimi, por nuk kam pare të buxhetit. Pra nuk marr tendera publike. Tendera shtetit kur s'ki marr? Nuk kam marr, po dhe nuk i paragjykoj ata që marrin në Shqipëri dhe në Kosovë, janë njerëz me integritet të mirë, punojnë, fitojnë, merren me tendera të shtetit si dikush do t'i bëj ato, paragjykojnë maksimalisht sidomos në vendet tona, por dhe sa mirë mu po ma letëson me të bo pyetje dhe ma shumë tash. Po patjetër. Nëse nuk merr një tendera, na mund me bo pyetje hala ma tepër. Po patjetër. Për që të punë, edhe për një kamje që më përzike me shtetin. Unë nuk përzje me shtetin, përzjedhjen time. Tatimin a ja pagun shtetit? Të gjitha tatimet i paguj, në kohë, në rregull,
me transparencën maksimale të pasqyrave financiare, me sistemet më transparente në planet, jo në Shqipëri dhe në Kosovë dhe në Maqedoni, por në planet. A thot dhe i shikus tash i Shqipënisë, thot, s'është qashtu Samir? Pa dyshim që mund të thot. Dhe çështja kundër argumenton? Sepse ai mund të vej veten, në qoftë se ditë hyn në internet, ose djalin ose vajzën që e ka përballë dhe i thot, shkon në pasqyra financiare të Zamir Manes dhe shiko, transparente tani live, sa deklaron, sa fiton, sa pagun shtetit, sa pagun tatime, sa pagun doganet gjitha. Pra, i ka më shumë se transparente. E pse i pagun? Natyrisht që detyrimet janë për të paguar. Po t'ishte për mua, do kisha taksa më të ulta kudo, sepse unë mendoj që privati investon parat më mirë se shteti, por rregullat i bëjnë ata që fitojnë zgjedhje dhe unë paguaj eksaktësisht parët e tatimet në çdo gjë. Po, Samir, po du mi nipi biznesmenit ma suksesshëm shqiptar, pse e pagun tatimin në mënyrë që t'inspirohëm, të frymëzojmë se është trend në Kosovë, besoj dhe në Shqipëni, me ik tatimit shtetit, me vjedh shtetin tonë. Në qoftë se nuk pagun tatimet e shtetit, padyshim që nuk do marrësh infrastrukturë perfekte për biznese. Në qoftë se nuk pagun tatimet e shtetit, nuk do kesh shërbim mjekësor të mirë. Në qoftë se nuk pagun, nuk do kesh rrugë të mira. Në qoftë se nuk pagun, nuk do kesh shkolla të mira. E tjera. Pra, detyrimi për të paguar është mira vjeçar dhe edhe në mira vjet të tjera do jetë. Kështu që s'duhet të shmangi me sa gjë. Do më thonë, po pasuro ka një të udhon, është ajo thonja, të jap shtetit tonë. Unë e them zakonisht që në gjitha shtetet ku punojmë, shteti është aksioner me ne. Në qoftë se merr 33% të fitimit, atëherë është 33% aksioner, ose aksioner, se ka forma mënyrë llogaritjesh, po shteti është aksioner me ne. Punojësit janë aksioner me ne, pra çfarë bëhet me një fitim? Besim. Fitohet $100,000, i paguhet shtetit 33.000, që bën shkolla, qerë dhe kopshë. Punojësit kushtojnë 50.000, të cilët jetojnë, punojnë, ndërtojnë të ardhmen e tyre. Tjetra ngelet ke privati. Po, dhe forcohet shteti dhe privatit njëjtën kohë. Qartë. Pra mushimi ngrit të këtë edukatën për mja pagu shtetit tatimit. Po. Krejt, se s'ka nevoj me vjell, se t'nimon zoti, a thuhet qështu? Kur je i drejt, t'nimon zoti, edhe duhet, po edhe më të jap shanse me ik tatimit, mes të ikim se shteti thot, ku të fiton ti, du me fitu edhe unë, se i karnën shtet temin. Ajo që ne nuk bjem dakord vazhdimisht është si përdoren ato që merr shteti. Kjo është tjetër gjë pastaj. Ato ne ti vjedhin ata në qoftë vetëm. E disha që do të ishte kjo temë, po padyshim që ka dalim aty. Inshallah s'kan pa që ardhen në Kosovë si ta kryjmë misionin e kthjell se të lyhen politikanat e na iksifar mediat lyhen me ta nuk na i pare. Çu do më ik? Mënyra ka të ndryshme për të ik, por natyrisht unë pas emision do largohem me një, kështu që shanset për të dyja këto nuk ekzistojnë. Le të dezinformojmë. Këtu është një javë ditë në oksigjen ka më fleq, ishtë unë ka dytë. Sa të muni mos fjellë me kera. E këto mediat apo lypin para në Shqipëni? Diku lypin, diku s'lypin. E rëndësishme është që ka material dhe negativ, dhe ka material shumë pozitiv për mua dhe për bizneset e mia, ka dhe material fake të gënjeshtër, të cilit jemi në një periudhë të zhvillimit të digital të mediave, të cilat edhe nuk i pengon dot me të drejtën. Sot lexova duke ardhur që në botë prodhohen në ditë 13 milion fake news. 13 milion. Natyrisht që një nga 13 milion do jem edhe unë, padyshim. Po jam i sigurt që dhe ty të kap në një, por në një qoshe tjetër. Marrall, po padyshim, po. Ti nuk e para sa mu, kështu që. Po jo dhe. Je figurë publike më shumë se mu, po ke nuk e para sa mu. I sa ti në ranglistat jenë në Forbes 2000 dishka. 2000 dishka, po. Kështu që padyshim që ka, dhe kur prodhohen 13 like fake, 13 milion fake, jam edhe unë një pjesë të tyre. Natyrisht që 3 milionët janë shumë në fakt, edhe tani kur e mendoj më duken shumë, dhe gjithmonë për të marrë klikim me lajmi negativ është ai që tërheq. Sot në botë, tani në moment që përflasim, fluturojnë 14.000 aviona. Qëtash. 14.000 aviona në ajër. Në ajër, po. Ne nuk kemi gjuhë në njerë që mbriti avioni nga Gjeneva në Prishtinë dhe udhëtarët janë shumë të gëzuar. Se gjë të lajmë. Ama, në qoftë se dikush thot
që pat një sherr në avionin Gjenev-Prishtinë, e ka gjithë bota. Edhe sikur ajo të jetë fake, e lexojnë shumë njerëz. Kjo është dhe me mediat në përgjithësi. Do më thonë 14.000 fluturime, një 3 milion banor, 4 milion banor ku kanë në qelë. Në ajrë, po. 4.000 janë gjdo sekund që ne flasim. Qëfar fake news ka pas për ju? A mujnë mi diskutu se se kom po? Edhe nuk i shof dhe nuk i di, sepse kur janë fake me të ndretë. Nuk më pengon fare. Nuk më pengon fare. S'lo dhe shiq për atë. Fare. Nuk merë, mas nuk i diqoj, as nuk i shikoj, se kur janë fake news dhe s'kem që të merë me të puset të marrin kohë. E këta kur të afronë me të lypare, mediat. Së kur unë e sonë të ty për shemë. Po. Qështë silën ata se unë s'pedi mos jelë? Mirë silën me të vetë. Unë kam raporte, jo. Unë përdor hapësirën mediatike për të reklamuar bizneset e mia, në forma dhe mënyra që unë mendoj, që janë më të mira. Okej, shantazh e s'ka. Jo. Pënaj gazetarit, pënaj sa mirë që besë niva që e ngrinë kos që tu deti pak kish batic ma shumë me sta qesin loj me... Po dali peshka qena, po. Po jo, nuk kam me të ndretën, dhe ndoshta nuk jam afër kaq shumë për të pasur... Po ne kom për stafit, për shembull. Ata shantazhojnë ka pak... Sigurisht që kur janë gjëra që bëjnë, po nuk kemi në një gjë të problematike në të drejtim. A jemi okej? Jemi shumë. A për një shahat? Mi shumë. Si Kosovën tome, që tu pisha do një, a i në gjenë qëta që jenë bashkëpuntor, tu si 3-14.000 bashkëpuntor i ki. Të nga thuhet fjalla puntorën se preferat janë, bashkëpuntor. Bashkëpuntor. Kam 5.500 direkt, dhe besoj diku ke 15.000 njerëz të cilët janë të lidhur me bizneset e mia. Për shembull, unë nuk kam kompani sigurie, ama me siguri kam rreth 1.000 njerëz që punojnë në kompanitë e sigurisë. Unë nuk kam siguri kompani transporti, ama me siguri janë rreth 500 njerëz që punojnë në kompanitë që bëjnë furnizojnë dyqanet e plot të tjera. Pra dikush shkojnë rreth 15.000 njerëz të lidhur me bizneset e mia. Po që të janë 5 vet ai njët gjithë? Që ato dy qika ata i njofte? I njofta, po pa tjetër i takova, ato janë nga Balti Real Estate, shesin prona që ne zhvillojmë jo vetëm në Shqipëri, po dhe në gjitha vendet ku punojmë. Ata kalzë histori personale, ta shtemen me qatë qiken i jonën. Po. Nëna vetë, në atë vakt, na qoj ke libra Shqipnis, para 30 vjetë, 40, vllavi tam, Tinës, na i qoj ke vllavi jam i mërë ke Tinës për ne. Qika e zona... Nuk e dhja, po ja të mësova. Ferit Burja. Pa, që shpimojnë mamë. Që shoj jeta? Memorën e pas këtop. Bukër mirë. Po. Ta dita emnin, Samir, jo Zamir, që shthojnë. Jo, Samir. Samir, në Austrijet, në ashtë shrujnë zës, atje lëzosë së, po... Jo, Samir e kam. Në Austrijet që shanise? Që shtu në shetisë? Shka shite? Me duke shitur pajisje elektroshtëpjake, një keqe tjetër e komunizmit ishte që ndoshta një në 100 familje kishte televizor, ju ishte pak më mirë në atë kohë, në drejtim në këtë drejtim. Për mi u bashku, më shku 100 njerëz, një televizor. E qarë, po, ashtu pra. Dhe pa dyshim ka filluar me duke shitur pajisje elektroshtëpjake, 35 vjetë para, që edhe vazhdoj akoma, me të njëjtin intensitet, inkluduar në Kosovë dhe inkluduar në vendet tjera, ai ka qenë biznesim kryesor, vazhdon, natyrisht aty nuk është biznesim kryesor, po është një biznes, një pjesë e rëndësishme e biznesit tim. Shitja pajisjeve elektroshtëpjake, ose siç e shihni këtu Neptuni. Neptuni. Po. Neptuni është i Samirit. Edhe brendi është i Samir, ose i Balfinit, se unë jam pronari i Balfinit, po... Oke, Balfin, do më thonë... Balkan Finance. Po, Balkan Finance. Balkan Finance. Finance. A do në mësu marbur, që me po pare, në maru marbur, dishe marbur. Qështë mi a bo marbur? Varet sa pare do bësh. Se sa i hi për mur 1 miliard dhe 900 milion, po thot atë, në Forbes. Ato që thonë, po vlerësimi ty është të I 2000 dishka në botë. Që ta shdoj me dalë të Forbes. Numër 2000 e kom të shënu në qëtu. Unë se di se ajo është real estate, real time. 8 miliard dhe 100 milion banorve, i 2-3 mitin botë është që kë shqiptari. O krenari për ne, unë e isha i 8 miliard e 900 i mrami mo në botë. Ja, s'ka fukara. Ja, po qep me nëzit. Gazeta, po thonë, revista Forbes, shikus të ndërruar, është shqiptari parë që kë që u dalë, që kësa Mirmane, që është mirë për ne, për mu përmend... Në fakt të njëti vlerësim shof ku do në diaspor, ku shkoj dhe ku takoj. Vlerësim maksimal ku do ku jam në Amerikë, në Kanada,
në Europë, në Gjermani, për takoj shqiptar, krenojnë edhe me këtë fakt. Ju tregojnë shefave të vetë, ose aty ku punojnë, ky është një shqiptar, që është në Forbes e tjera. Pa dushim që qenë në Forbes është një privilegj, është një gjë e rëndësishme, është një achievement, si thonë anglisht, por të motivon ndoshta vitin e parë, po pastaj kthehet në një normalitet. Edhe unë jam tashmë i kthyer këtij normaliteti. Po veç kjo është mirë, sa mirë edhe për ju, po edhe për Shqipërinë e për Kosovë, se përmendet një shqiptar. Unë që shto e shoh shqiptarin. Me në përmend Rita Ora, Dua Lipa, futbolista tonë, Samir ai, ose Mira Morati për shembull. Shumë e famshme, shumë e rëndësishme, shumë ka arritur në jetë Mira Morati padyshim. Kanë a kishin farë rregullore këta të Forbes, se Forbes ka qenë gazetar dhe shkrimtar, prandaj ka bo këtë revist një skocezo-amerikan, a kanë bo hulumtim për ty para se me... Kanë bërë 6 muaj hulumtim, më të ndërë. 6 muaj? Po, kanë pa të gjitha pasyra financiare që unë kam deklaruar, kanë bo pyetje, kanë kthyer pyetje, kanë bërë vlerësime, kanë zbritur, kanë hequr, kanë bo një vlerësim të detajuar, se natyrisht Forbes është një revistë shumë prestigjioze, ose më prestigjioze në planet për këtë gjë, dhe padyshim kanë arritur në konkluzion të pavarur për vlerësimin e pasurisë time personale. A i keni ftu ata juve që shkon kjo punë? Ne, biles kanë ardhur në Shqipëri, dhe kam treguar dhe në një vend tjetër këtë gjë që edhe drekën e kanë pagu vetë, e ndam drekën në 4, dreka ishte $8 gjithsej që t'jemi sinqert. $80 për 4 veta. Shko më pagu ju i drek që atë në fishop se ma qiti për unë, është më ndo këtë Samiri. Kështu që edhe atë drekën e pagu në vetë, dhe pa dushim bërë vlerësimet të tyre, dhe pastaj dorë artikullin dhe vlerësimin. Shumë mirë. Pa dushim që është një gjë e mirë, se më thonë, por tashmë shoh që të ecë përpara jo në drejtim të rritjes së zerove, që të mira janë dhe ato me thotë, që mos të mund tani që shiko se paraja s'ka rëndësi, se jo, ka, padyshim që ka, por nuk është më motivimi i përditshëm jemi për të krijuar para. Okej, pse punoni? Tashti më shumë punoj për të ndërtuar gjëra që njerëzit të thonë sa mirë e ka bërë, sa mirë e ka bërë Neptunin, sa mirë ka bërë Green Coastin, sa mirë ka bërë Valamarin, sa mirë po ndërton projektet e reja që po fillojnë në Tale, sa mirë ka bërë Rolling Hill, sa mirë ka bërë Tegun, sa mirë ka bërë Skopje City Mall, e tjera. Tegu jot, ja? Tegu është imi, Qëtoja është imja, Skopje City Mall ka qenë imi dhe kam shit, Tirana Ice Gate është imi, natyrisht me partner lokal, po. Po ndoka që shkoj edhe oksigeni sonte. Që na merret pa rruga atje. Ja, tani vare sa e shisni se... Ja, di pse për gucis, se për du me ngacmu në jo eventualisht to që thot që shpelu në lojnë besimi, jo, me Sabirin e kemi veç biset, ma vonë zhvillonë edhe do se atë qërë. Slipi une, një uj ma kanë qita ditë sa me shmarbur, një uj atë ditë që u takum. Po, ka fesdeshe me pisa the sa kam pi. Do më thonë piman, mam? Po, dushim, çdo gjë që ka të bëjë me para në mbajmend. Kina, ne evidencë që morë në që s'lypi kafe, edhe se kum piq ato e mas ma ki prupi Shqipëni, sa kem e lërë se vi ke marrë e shkreti, marrë piva u knaqqa. Samir, hajde, të që kja, do më thonë e ki, veç për më thonë që Samir piban këta. Po pa dushim, po kryohet një loj satisfakcioni në raport me gjendë tani, se kompanit prodhojnë para, prodhojnë të mira materiale, prodhojnë vlera, prodhojnë jetë komunitare, shumë gjëra prodhojnë, por natyrisht mua tashmë më pëlqen më shumë ajo që sa bukur shkryuar, jeta komunitare e plot të tjera cilat unë i kryoj me shumë kënaqësi dhe i ri vetë punës ke koka. Bravo, çfarë shefi je? Besoj që jam i mirë, po këtë vlerësim mund ta bëjmë vetëm të tjerët. E di që kontra duhet po pyetje, duhet të pyet ata çfarë, po unë besoj që jam shef i mirë, me të drejtën, nuk përzihem në punët e vogla të kompanisë, padyshim që merrem me vizionin e kompanisë, po nuk përzihem në punët e vogla, se natyrisht stafi i madh profesionistësh nga 24 vendet të botës. 24 vendet të botës. A kina i në kompani ose në rrethin tonë të ngusht, ose hajde pak ma gjërë që të thotë jo? Kam, padyshim që kam, dhe besoj që bëjnë mirë, por unë vetë jam larguar nga një pjesë e vendimarrjeve, të cilat nuk i di. Ka shumë gjëra që nuk i di, dhe them jo. Përpara,
me më hy ke punët e mia kur fillova biznesin der para 15 vjetësh thesha mos më përzi këtë, unë jam parët e mia, unë spys e tash nuk është ajo. Kam profesionist nga 24 vendet të botës, siç e thash, të cilët më këshillojnë për të zhvilluar biznesin tim. Në 2 kontinente jeni prezent? Në 2 kontinente jeni prezent, në Amerikë, në Amerikën e Kanada dhe në Europë, tashmë në shumë ekspansion. Shqipëria padyshim është një pjesë e biznesit, edhe 55% e biznesit janë në Shqipëri, 45% tjerat janë jashtë Shqipërisë dhe me tendencën për të investuar më shumë në Europë. Po, a kam me na ardhë në isanë në Shqipëni ose në Kosovë, përmes Samir Manes, me prodhu dishka? Për Evropë, për Volkswagen, për Peugeot. E dëgjoj këtë vazhdimisht, natyrisht që më bëhet shumë kjo pyetje pse ne nuk kemi shoqëri prodhuese. Po padyshim që shoqëritë prodhuese bëhen me kalkulime. Fuqia punëtore tashmë në vendet tona nuk është më e lira e mundshme. Nuk është më e lira e mundshme. Tarifat doganore me vendet e Azisë, Europa e ka ulur, Amerika e ka ulur, kështu që jam i sigurt që konsumatori gjerman nuk pyet ku është prodhuar kjo, po sa lirë merr. Dhe në këtë drejtim faristi prodhon më lirë për të gjitha aspektet që ka, kështu që ne mund të jemi një shoqëri përpunuese ose të montojmë gjëra, të bëjmë assembling që quhet, po nuk jemi shoqëri ose region shumë prodhues. A ishda shto shtetet tona, Kosova dhe Shqipëria në këtë rast me ndërhy, me ta lehtësu këtë iniciativë që ti e pas ke në mendje, po së për realizohet? Mund ta lehtësoj dhe natyrisht që kemi alternativa dhe po sjedhim alternativa edhe për prodhim, po si shtojca prodhuese të ekonomive të mëdha europiane. Nuk kemi në një gjë që kemi vetëm në ekskluziv që ta padyshim që ju se shtat, disa pjesë të Volkswagenit mund të prodhojmë, disa gjëra të elektronike, jo elektronike, po elektrike mund të prodhojmë dhe prodhohen në Shqipëri dhe në Kosovë, mundet të rritet kjo gjë më shumë, për të rritur kapacitetin prodhues. Se ishtë bodhëm atje, po edhe lidhja me perëndimin. Sikur që Kosova me Shqipërinë gradualisht, shoqësh zot, po afrohet dita ditës më shumë përmes artit, përmes ekonomisë, por politika është një pengesë, po kena mi te kalu ata. Arti dhe ekonomia tashmë janë një, po thojse, ekonomia është një zhvillim të përbashkët shumë të mirë, më thënë drejtën. Lëvizja e bizneseve nga dy akrat është me pak burokraci, mund të ketë edhe më pak burokraci, po ka burokraci padyshim, por është në rrugën e duhur. Është në rrugën e duhur. E kjo burokraci pse se evitohet krejt? Është çështje më shumë me politikave që të dyja vendet të ndjekin në raport me njëra tjetrën, me edhe me vizionin që kanë. Se unë mendoj që politikanët janë njerëz me zhvillim mental mesatar. Nuk janë njerëz që vinë nga... E rrite? Ja, te prove sa. Ja! Tani, se cili nga ne ka opinionin tonë... Apo, se në Shqipni ju i bini kontra, shtu, mesatar i bjen kënej, prej fundin mas ne vjen fillestare, qështu? Unë mendoj që janë të tillë dhe padyshim që ka politikan super në perëndim, me emra, të cilët kanë dhënë shumë politikës botërore, por politikanë në përgjithësi, jo vetëm në anën tona, janë njerëz me zhvillim mesatar. Dikush që performon më mirë, krijon hapësira më të mira, po kjo është ajo. Dhe natyrisht që thash përparime ëmbër në të gjitha drejtimet, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, në drejtim të politikave fiskale, të marrëveshjeve, të cilat mund të implementohen më shpejt, edhe më mirë, kur strukturat, jo vetëm qeverit, por kur strukturat paralele funksionojnë akoma më mirë. Kështu që po kjo është gjë që biznesi nuk pyet shumë. Biznesi funksionon, hapësirat janë, mund të zhvillohen, mund të ecën përpara. A kemi kapacitet në shqiptarët, se tha, domethënë fuqia punëtore në monë, nuk është e lirë në Kosovë e Shqipëni, po edhe a jemi të afna se kemi shkollat adekuate na. Nëse ta zojmë që morën një shembull ose Mercedes ose shka do marrë me punu, e kemi pak problem. Ne me ime montun do një elektromotor të vogël për se se njohim, kemi shkollat të dopta. Natyrisht shkollat i kemi të dopta në fakt, sistemet arsimore në të dyja vendet nuk janë për të thënë perfekt, kanë vështirësitë e veta, po mund të bëhet më shumë drejtim shkollave profesionale,
mund të kenë incentiva në drejtim të shkollave profesionale, që njerëzit më shkojnë në gjimnazet normale, shkollat e mesme, por të shkojnë shkolla profesionale. Për zanat, të na i thojmë. Fiks, Mësu zanat i vlla. Ajo mund të ishte një gjë. Rrim me shkadush. E ardhmja e Shqipërisë, e Europës, e Ballkanit dhe e të gjithëve do jetë këta zanatçin që thua ti. Ata do duhen më shumë se me ajin, shumë gjëra do largohen, shumë gjëra do shkojnë drejt, shumë njerëz do ta humbin punën, po jam i sigurt, dhe po kjo nuk do të thotë që planeti do jetë më keq, mund të flasim për këtë temë, të paktën ashtu siç e mendoj unë, por këta njerëz zanatçint do jenë ata që do hajnë bukë në Shqipëri, në Gjermani, në Austri, ku do që t'jenë. Kështu që sa më shumë fokus të kemi zanat. Do në më ngrit me ditë me folë, lexo libra, për kush për të dalë. Soni zanat, zdruhtar, po lexo libra, që kur direjnë kafe me ditë që me folë. Po, ato janë shumë të rëndësishme. Se të na këshyëm, sëmë, hatë marrë kjo drasagji, për zdruhtar. Hatë marrë kjo zdingjo, jo, që ata kanë pare për ditë dhe për dur. Dhe ata do të kenë akoma më tepër pare, zanatët do kenë akoma më tepër pare, kjo lloj biznesi do lulëzoj, biznesi vogël, po do lulëzoj në gjithë Europën, ka filluar, po do jetë akoma më i madh dhe në të ardhmen. Po kërkohet. Patjetër. Ai që rregullon ujin, ai që rregullon zanatçinë e vegjël. Po. Ata do jenë një e ardhme e rëndësishme e fuqisë punëtore që ne do kemi në vendet tona, po do ta eksportojmë pas këtij problemi. Kështu që sa më shumë fokus ke shkollat profesionale, zanate të na. A keni frikën AI-s, inteligjenca artificiale? Shiko se ndërra veç t'ju tregojmë. Sonte kjo emision ka realizohet komplet me inteligjencë artificiale. As jam unë këto, as Samiri është dika në Afrika, ziku. Kështu që paguvi dishka kë, u bo me AI. A keni frikën AI-s? Unë nuk e kam, unë besoj që është një gjë shumë e mirë, më të netër, një nga gjërat më të mira që i ka ndodhur shoqërisë dhe planetit në këto momente, do ketë shumë zhvillime, sidomos në medikët, në teknologjinë e mjekësisë, në mësimdhënie. Pra unë mendoj që do jetë një shpërthim i ri ekonomik i planetit, ashtu si revolucioni industrial, ashtu si periudha .com, internetit. Kjo do jetë ndoshta edhe me madhe, edhe me fortë dhe me fuqishme. Revolucioni industrial, pak në jetë të përmend për biznesmenve fjala revolucioni industrial, në Angli, po të Po, në Angli, po, në vitin 1800. Sepse skeptik kanë qenë edhe në atë kohë njerëzit, kur ka filluar revolucioni industrial, pa dyshim njerëzit tani, njerëzit shkojnë me makina, pse do duhemi ne që kemi kuajt, mirë po ato zvendësuan aq shpejt dhe aq bum të madh të zhvillimit ekonomik të botës sa jemi këtu ku jemi. Një njëri i mëshëm atje në Angli e ka ndezur revolucionin industrial. Dhe kështu do jetë. Po, ajo që unë mendoj në drejtim të inteligjencës artificiale janë dy gjëra thelbësore. Mësimdhënia, ajo që ti ma përmend dhe që duket me sa duket që e ke merak, ose ma vonë ka me folë diçka për mësimdhënien. Ti dashin që tash unë po të them, jo, se e pa shkolla po. Dhe tjetra gjë do jetë mjekësia. Në një fshat të Afrikës, ku sot i duhet dikujt njeriu për një vizitë mjekësore të udhtoj 7 orë për të parë nëse ka një problem apo jo. Unë besoj që me inteligjencën artificiale nga shtëpia vet mund ta shofi dhe mund të shofi të paktën 90% problematikës që ka. Prapë mund të shkojë dhe duhet shkojë ke doktori. Ama 90% të simptomave mund t'i përmbledhim me AI. E dyta, mësimdhënia. Jo patjetër duhet të jenë me njerëzit në auditore, në klasa, po forma dhe mënyra e mësimdhënies do ndryshoj komplet planetin. Të paktën, kjo është mendimi im. Po, sepse deri këto ditë njeriu është të zhvillu inteligjencën artificiale. Ku t'ja nis inteligjenca artificiale të zhvillu vetën? Po. Që ato natën e mirë bofshi shikus të ndëruar. Unë nuk besoj që do jetë. Jo, për Demela ishte kjo. E qartë. Ja, për Demela. Kush është Demel, natën e mirë boft. Botës do t'i duhet prap një zamir dhe një besim. Të dy nga një karakteristikë veçantë, kursimtar. Kursimtar. Po. E thamë ata. Ma, dikur ma s'kom pagu, ka kom i fotografin, për mdo këtë 2002 kësha pas pagu i herë me i kafe. Ma ke përmend 2 era të kafe, në fakt vetëm mu i kërkove, po të kështë kërku kafe. Që për vlave jam. Ku fatë bordi sa mje ka 5-6 herë në ditë hanë boka parë, sa të tush. Ja, nga këto të mbushrat,
Nga këto të bushat ke qesma, nuk mund të do që ta besh me shishë ta besh, për kuriozitet. Uji është i Shqipnis, her marë Evian, her Aquapana edhe të Shqipnis. Qëto se edhe i kom blenë Berat, plisat Berat. Unë i kisha këta me shaka, natyrisht që ujë shumë i mirë, por... Jo, për ti që po të me shaka, po edhe mi bo një kuriozitet që Shqipnia është e jemja, që të rësano që për jo lo juve të Shqipnis me jetu aty pa qëra. Për momentin. Po është e jemja, ja. Si u lypi kërkuj, 2 milionë sa shqiptare në Shqipni nuk e lypi qëra. Për Shqipni, po e jemja. Edhe Kosovës lypi qëra. Me Samir Mani një shikus të ndëror, kemi tema plot, dhe dëgjoni me vëmendje, sepse po na fol sinqerisht. Të pak të kështu mendoj dhe. Sa na vor me fitu, sa na me fitu, se na shkoj jeta të krallëk. Tani në qofë se do t'i mësojsh gjithë njerëzit me fitu pa pare, natyrisht nuk do isha këtu ku jam. Kështu që në qofë se do gjejmë në një marrëveshje bashkë që ne të ulemi, ti të mësosh si bëhet emisione pa pare, unë të mësoj të si bëhen pare. Pa pare? Pa pare, okej. A ne dhe një farë marrëve, unë s'lo t'i bu moderatori. A që mirë, ti më se blemu bobo miliarder, a që mirë. Miliarder falës. Miliarder qka? Banëm. Hadim gati 1 miliardësit. Kena më knashë kus të ndërruar. Pare, për ditë kam një prune për shpije. Ka sa për jep qeveria? Ka i qina? Ka i qine një. Baba, prej natë. Ku sa senën përdu me folë, përdu dalë të shkolla dhe të mjekësia. Samir Marburi dheut. Pse s'pingon që t'jaran, pare kishë që është zotit me mumi. Kosova i me doshër ka nevojë për një shkollë të fort edhe një spital të fort. Me ne i ndërtu në Kosovë. Kjo është kërkes që gjithmonë edhe ku të takone me këta diasporës, atë ka shku me në mi bojë shto në Kosovë, jo be po unë në qysh x do më najtë me ty. Samir, ti fita, s'doj me fituna, vish le tjetë një kolegji fort, serios, me profesora të Shqipnise, të Kosovës, të Anglise, sa ki rogën në Angli, 20.000, 30.000, hajde forsoma Kosovën. Edhe një spital. Nuk e më ka lypi shumë, ti fito. Hajtë. Që të më thu që tu? Jo, natyrisht që kjo... S'po thëmë të është spital komplet. Një klinik të smundjeve interne. Shiko... Abdomenit që. Unë besoj di që ka edhe shërbim mjekësor, ndoshta ajo perfekt në Kosovë, nuk e njoh që të jem si, dhe ma sigurisht që ti e njeh më mirë këtë gjë. Jo, po pëlqen, po do më thonë preciziteti, disiplina jote. Një spital me kritere të Samir Manës, sëpura i Tani Topi që ka ndërtu, që ka bo revolucion televiziv në atë kohë, që ashtu për të shra. Spital edhe i shkollë të fort. Tash, shkolla ka, spitale ka, a janë ato më të mirat, unë nuk e njoftë në këtë gjë, po pa dyshim, vlen për tu studiuar, natyrisht me parimet e rëndësishme të ekonomisë të tregut. Në qoftë se më thua bëj një spital dhe bëj një shkollë për donacion, po ta them që tani që nuk do t'i bëj. Jo, për donacion. Unë thash ti fito. Sa shkojnë porat e shqiptarëve shkret Kosovës, në për Turqia, në për Maqedonia, letëmin të shqiptarëve. Natyrisht që kjo duhet vlerësuar, duhet parë, duhet studiuar, dhe në qoftë se ka treg, edhe me fitime të vogla, për shkak të rëndësisë që kanë atosi, padyshim që do ta shoh me shumë vëmendje. Dhe i pari që do t'i them po ose jo, do jesh ti. Se mund tjetë edhe një jo, për arsye që... Ja, për jo, ti që për jo, se nuk ka gjopi saj, bush me dalë ka poja. Po, le ta provojmë për posë, për po do nisëm, për të studiuar tregun. Një klinik, për dishka edhe mirët si model, që do të me funksionu. Mjek me rogat mira, profesionist, me teste para prake, edhe një kolegj që të prodhojmë studentat fuqishëm. Në të dalin këta jashtë, po din që përshkojmë për i shkollës Samir Mani. Po. Natyrisht tash do ta studioj dhe do të informoj për gjithë thellësinë e procesit për të mësuar se si gjykohet dhe mendohet kur hyhet në një biznes. Djema, përshkonim i gjetë tokën vend nisja ndërtimit. Po. Gjatë në fund të emisionit ju bëni shpejt. Më dhe me shetit, urda? Po. Jo, Samir i kupton, për besoj edhe kretë shikus, se na duhen njerëz që sjellin model, që pa disiplin, pasin nuk ka sukses. Pa dyshim. është ashtu Samir, që pa në Austri. Pa dyshim.
Edhe shumë mirë që po marrin raporte të mira me austriak se kishit marrë edhe dekorata, nga presidenti austriak. Po, se Austria na ka pështu shpirtin neve. Shqipnin, në atë vakt, edhe gjithmonë edhe sot neve na përka. Një vend mik, një vend aleat i mirë për gjithë shqiptarët. Shka bleve që tash në Austri? Në Austri kam blerë shumë gjera, kam blerë 7 projekte ndërtimore, po tash më së fundi kam blerë një hotel, që përpara ka qenë teritoria përgjithshme e kurudhave të Austrisë, dhe ka qenë hoteli më i madh i Europës në vitin 1872, atëherë kur është ndërtuar. Çka? Po, kjo është gjë që kam blerë tani, dhe që shumë shpejt do të kthehet në një hotel i mirë. Emrin si e ka dhe ose si do m'javnu? Emrin, atë që ka pas të vjetrin, quhet OBB Gebäude. OBB është kjo e kurudhave. Österreichische Bundesbahn. Dhe të shikojmë se çfarë emri do ketë, po do jetë një hotel i mirë, i madh, në një zonë shumë premium të Vjenës. Sa para morë barbur? Shqipës do të përshtura i sa. Mire ka marrë, po. A zonë është to akshon pazar, thëmë të na. Akshon pazar, fix ashtu ishte në faktë. Se e kam edhe qep të negocoj pak me të letë. Ki barak me negocu? Me thonë në 10.000 gjithë që gjithë mund do t'a gjenjë një arsye me ullë pak. Që unë e qitë telefon du bishit 200 euro. Api blenë, shamë thu. Do t'a shikoj sa i vjetër është, sa i ashtu. Shumë i vjetë, që 5 vjetë. Okej, atëherë do t'a blenë 200, po do t'ja parë me kasta. Që është ajo zbritja? Po sigurisht se ose një njeri që do t'a blej mund të duhet, do s'do pagoj interesin atyre parave. Pra, një gjë do t'a gjej që t'a blej lirë. Pse? Se është vetë natyra. Që ashtu e ka? Ashtu e kam natyra, kështu që. Dhe nësoj ishe kur i knaqen me talon, ama i qinë shahajt, merë. Ama i qinë, se me strejnë, po se ta merë. Ku e, që ishma, tash stafit për i bërtas, që ta 2 televizionat të mdhaj që i kibi blej në Neptun. Po. Sa ka shkru që që kina pagu, pëse mërë si të pazar, mërë kopet. Po, mund të kishë të pazar, po. Edhe 3 regjit që i kemi obivanet, kamionat, krejt në Neptun. Bishë më thëshin, që ka ishë për bëjka, po të hinë mërë në pazar, mërë pak, ka i kam një që pa thët. Do kishë të fitu pak. Pak, a ka lezete në vetë. Sigurisht, po. A i një hidhe ju në pazar, bravo. Atëherë duhet me pyta atë mitë, pse kanë për pazar. Kënej për takona, kënej anes. Normal. Ajde disa foto me Samirin, ajo kevla. Jam shumë në regull. Ma bet për marak. A gema, u këtë përqen shefi i po, a? Shra maj pazeqe që të heqet i mrakullim. Je për stafit pare. Po. Lap? Nishi kë, trajnot mas Shqipnisë edhe që kë kamer. Krejt nga, po, edhe kë kamerak. Shati dardë. Shumë i bukur. Ka ta zhjith për unë është korç. Po. Qëfar zanati. Ka përbrej pazeqe, e s'me sa pëllë. Shtamire, përshetisim në për disa foto edhe i shojmë. Qikja Balfin Austria. Kjo është një godin që kemi blerë në qendër të Vjenës, që po e ndërtojmë për Banesa, një blok shumë afër parkut kryesor të Vjenës. Sa pëtën metre katrore të Samir? Jo, këtu ta them shifra se ndoshta në një nga audienca mund ta blej, kështu që diku ke 10.000 euro metri katrosh. Veç metri katrore në Vjenë është i madh. Ishte 30 metra. Ai është, po mund të jetë edhe pak më tepër, po diku ke këto shifra, afërsisht. Që në çfarë vendi është? Po mundoj në Vjenë, diku ke është një vend që quhet Shtat Park, diku ka 150 metra nga Shtat Parku në qendër të Vjenës është kjo vend. Karls Placi ku është qëto? Është në ring, po. Po më kalu se 100 milion herë më konë në Vjenë, vendi më i bukur në botë. Ishka ku ka kjo vend. Hajde foto tjetër të shojmë? Kjo është me djalin tim në New York, edhe aty kemi filluar një aktivitet shumë të madh dhe shumë mbres lënës. Pse e kam gjerë të foto në atë kohë kur e kam gjerë në Instagram, është sepse 100 vjet përpara gjyshi im ka qenë në New York, ka punuar në një fabrik vaj, edhe 100 vjet më vonë, nipi dhe stër nipi kanë filluar një aktivitet të madh në New York, të madh për ne natyrisht, se për New Yorkun nuk është i madh, duke zhvilluar një biznes të rëndësishëm
Në New York, do më na tregu çfarë biznesi ke? Në New York kemi bëjmë një kategori biznesi që quhet affordable housing, pra shtëpia të lira për të dhënë me qira. Kemi diku këtë 824 apartamente tani, po besoj që do shkojmë mira shumë shpejt. 824 apartamente janë tujat, i ke blenë New York. I kemi ndërtuar një pjesë janë ndërtim, po të gjitha janë në ndërtim. Një pjesë kanë mbaruar dhe janë funksionale, por së shpejti do të kemi akoma zhvillime të reja së shumë më shumë apartamente në New York. Po kemi një kategori të veçantë që quhet apartamente të lira për të dhënë me qira. Sa më aja vonon rrogën vetit në herë, aja qëtë me datë? Me datë edhe... Vetit? Edhe vetit. Pa dyshim. Disiplina fillon nga vetja. Okej, po bëjmë ka i blitë spyte qështu. Hajdi foto tjetër? 100 vjetë për para gjyshi. Kjo është Mane Foundation. Natyrisht fitojmë, po dhe shpenzojmë në një gjë. Dhe këtu jam në një nga aktivitetet e Mane Foundation, një fondacion i krijuar nga mua. Pak vite për para, nuk kam qenë kaq aktiv në donacione, kur s'kam pas shumë para me thënë drejtën, që t'jemi si qertë, kam darë diçka, po jo në një formë të organizuar, tashme që jam bërë mi pasur, ndajme shumë para për shkollim, për edukim, për mjekësi, për të ndihmuar njerëz nevojë plot tjera, dhe këtu është një nga... I kom zerë dëshënime, Samir, kum pas këtë pyetje me ta bo ma vonë, po mëse hine vetë natyrshëm përmes fotografisë, keni dhonë edhe në Kosovë. Po. Nuk o marrë me i thonë, nuk është turp me i thonë, apo në një mund si kom shkrune. Në përgjithësi, pse donacionet thuen pjesërisht, dhe jo plotësisht, është se njeriu kur bën bamirësi e bën për veten e vet. Njeriu kur ndan për veten e vet. Por natyrisht duke i nxjerr njerëz si mua donacionet ka një vlerë akoma më të madhe se tërheq më shumë samira të tjerë që të bëjnë donacione në të mirë të shoqërisë. Kështu që unë prandaj shpeshherë i promovoj edhe vet, natyrisht me një masë të caktuar, ku ne bëjmë të mira, por jo të gjitha duhet të dalin patjetër në publik, por një pjesë e rëndësishme dalin me qëllim nxitjeje. Nxitjen e tjerë. Dhe kjo është një trend botëror, me thënë drejtën. Pra kjo është trend botëror që zamirët e tjerë, të cilët bëjnë gjithashtu, të dalin dhe të thonë që po, ne nuk jemi vetëm ata që fitojnë, por ne jemi dhe ata që japim. Dhe kjo është një nga fotot që kanë zgjedhur për ta reklamuar. Shumë mirë, Samir, kjo. Në Kosovë keni dhonë, se s'pe me thumër burra, për të vjenë turpa, e kam që do në spital. Kemi spitale në për shkolla, laptopa, plot gjëra tjera. Kemi ndihmojmë aty ku mundemi. Natyrisht asnjëherë nuk është e mjaftueshme që të jemi sinqert. Gjithmonë do ketë njerëz që do thonë pse s'bën më shumë, dhe unë vetë mendoj që duhet të bëjmë më shumë, por rritja është graduale. Rritja është aq sa mendojmë ne se mund të rritemi çdo vit për të ndihmuar në të mira sociale që quhen. Njerëz që janë të mëshëm, që kanë shpirtin e bardhë, që janë patriot, që janë punëtor, edhe gjatë emisioneve japin donacione. O dy në emision, kështu tu bisedu me atë moderatorin, një farë hunë gjatë i Gjakubës. Ma thuaj konkretisht Besim, ku e ke fjallë, se të shofë që e ke kështu si me drejt për drejt. Që ti paret për burë. Po pare si ka me Hajde për burë një mëna t'i shka Kosovë. Po të me gjesot pare në gjep t'i jap gjitha. Po me gjesot pare në gjep t'i jap gjitha. Lema gjupit. Okej. Samir. Po. Apo ne evë dishka? Për Kosovë, jo për ne. Jo për emision. Sonte që tu, po kam qef me në i dishka. Sa të kushton shpirt. Hajde jemi në që tonë, jo për ty se më ka të thëmë, Mane Foundation më ka të thëmë. Mane Foundation... Që aty në për thëmë? Pavarësisht, dëgjo, ajo që mund të bëjmë ne si deal të dy bashk, se gjithmonë ka deal. Po? Nëse më le parë më bëtë pajgojë. Ideja je me ti parë. Jo, nuk do të them të bëjmë gjithë për gjithë, nuk do të them të bëjmë gjithë për gjithë. Ne do zgjedhim një qytet, i cili nuk do t'jetë Gjakova. As Korça? Korça jo. Po, nuk do t'jetë Gjakova. Do përcaktojmë llojin që do jetë ose në shëndetësi, ose në arsim. Që to dyja, cilën ndush praktikë? Po, një nga to. Do përcaktojmë qytetin, ti do më thuash më qytetin, zgjidhe vetë.
unë do vej stafin tim që nesër që të shofi se çfarë do bëj, po e para një do të them qyteti. Kush qytet është? Jo, në të mнимon stafi tash. Tash i fillove pra me krajinizma tani, një qytet. Jo krajinizma, unë vetë për eliminoj Gjakovën. Okej, dakor. Se Gjakov, hera porë që pa po atë herin. Ju lash pandima. Ma vonë, shokë kom tash. Ku me di që ka bënë Gjakov, rrini u mësë. Prishtinin se ka qarkollim shumë. Ka qarkollim, në Prishtina ndihmohet, po. Folni, edhe vendosin bashkë, folni marbur, dikush thët drenis, qetri thët, ku o ma adopt, ma vërfni? Skënderaj Mitrovic. Skënderaj Mitrovic, Skënderaj. Da kam Skënderaj? A lëm Skënderaj? E lëm Skënderaj. Kanë vonë shumë edhe kanë hek kesh shumë. Dakor. Shka do të me bonë Skënderaj, tani, e pyetja e dytë, në arsim apo në mjeksi? Po me si dojmë bërë dyjat. Më mirë të japim të bëjmë një gjë të mirë, se sa dy nga pak. Tash nuk e di që është shëndetësia aty dhe arsimi është bëllë i nevojshme në krejt Kosovë. Jam i sigur që këtë dyja do gjejmë, po ti mendoj vetë kë. Këtë dyja do gjejmë mundësi për të ndihmuar. Mirë, a mujmë na dhe mas emisionit me i vazhdu që të bisedë kryesore në Skënderaj, diçka Okej, në Skënderaj diçka, unë po pres nga stafi jo të më thotë në arsim apo jo. I bashkë me stafin tonë po foli. Okej, bashkë, dhe natyrisht shuma nuk do të jetë 3.260 euro, po do të jetë 10.000 euro. Kryva misionin. A hesim? Se këtë që kjo ke loja, di që thej që ti porës bëj unë pazore, hin, negociat. Këtë që të bëha vetë bona me të nëzirë që ta. Po e nëzore këtë foto naturisht që... O, kështë këtë në atër mirë, drenis, pritna. Samir Mane, bravo, qëtë ora për që ta gëzëv zoti shpirti ty e kërë Shqipëris. 10.000 euro, tha. 10, 20, 30. Tani do të shikojmë në vazë të... Qashtu, po jo në 10. Letë jetë shumë e mirë, okej? Vetëm një premtim dua për teje, që kur të kryet, të shkojmë ta shofim bashkë. Po, edhe e gjerojmë. Dako, e gjerojmë apo jo është tjetë gjë, po të pak të shkojmë ta shofim bashkë. Bashkë gjithçysh, po, edhe me gjeru, se s'besoj që ka me dyshu kush a bota s'boce. E bon, po, do të shkojmë bashkë. Qartë, u kry. Që kjo është shqiptari. Pikorshës vjen Prishtinë, ka Gjakova qklup në Skënderaj. Po. Qështu kom qef kombinime sa mirë me bo. Mirë, po, qytetet tona e përjashtuan, po... Ma vonë. Ma vonë. Ja, pash kemi. Samir Mane, bravo, foto tjetër të këshim ku jemi. Këtu jemi në spitalin onkologjik të Tiranës. Donacion, i madh, i rëndësishëm. Kemi kryer të gjithë sallat e onkologjikut të Tiranës. Kanë qenë një gjendje jo të mirë, që të jemi sinqert. Me fondacionin tonë dhe me gjithë investimin tonë, kemi bë komplet rinovimet e ambienteve, të dhomave, të këtyre karigeve... Nivel botnor. Dhe kemi marrë iniciativë që të bëjmë të gjitha spitalet e Shqipërisë në këtë gjë, që është një gjë shumë e madhe. Kretë në kuadrë të Mane Foundation. Mane Foundation. Gjitha spitalet e Shqipërisë. Spitalet rajonale të Shqipërisë, aty ku ka salla për trajtimet onkologjike. Po, a thash parë, ne jemi një? Kosova, Shqipënia? Jemi një, por ajo që mund të bëjmë tjetër në Kosovë, ne kemi marrë dhe iniciativë në Shqipëri, së bashku me një organizat, po financimin e kishim ne, kemi mbyllur për fundimisht në Shqipëri trajtimin me karocat me kariget e invalidëve. Po, se nuk që e karocat. Kariget e atyre, ato... Po, e kemi parasysh, po. Ato. E ke eliminuat problema. Shqipëria nuk e ka marrë problem. Kush ka nevoj, kemi si 1.000, 2.000 copë, kush do e ka nevoj në merë, e fondacioni jonë e shkon. Mund të studiojmë këtë edhe në Kosovë, mund të studiojmë, pra do të shofim, që në qofë se ka nevoj, se nuk e di se si stuata... Jo pa ankona, po e di që ka nevoj, se kemi pas rastën e për familje. Po, që ta eliminojmë këtë gjë, do shofim me strukturat lokale të Kosovës, që ta eliminojmë edhe këtë gjë në Kosovë. Kush ka nevoj për një karige të tillë, ta marri dhe të mos e kemi me këtë problem. Është një premtim që do ta shoh që të realizohet dhe do ta studiojmë. Kjo është ekstra asaj të Skënderajit.
nuk e heqet atë që mos. Jo, se mos qetësohesh se e pa që po mendohesh thua. Jo, kështu mendoj që është mi bo një trik që mi nxit edhe biznesmenët e Kosovës aty. Unë fakt kam një respekt jashtëzakonisht të madh për bizneset për biznesmenët e Kosovës. Një pjesë e tyre më beso janë world class, janë vërtet të diasporës, po dhe të Kosovës janë super biznesmen. Ne kemi ardhur vonë në këtë biznes, ato janë familje biznesmenësh, ka bo biznes edhe përpara, po janë vërtet shumë të mirë. Shqyqër që i kemi, po pse mos më marrë edhe diçka për Shqipërisë? Hajt, që prunë son të këtu? Dakor, ja, këta e nëzora pa dyshim që, po vazhduam shu, duhet me... Se di se sa do shkoj fatura, po. Ashtë edhe që ka biznes që bëjmë në sonde, beda këtu, bravo Samir. Kjo është një gjë që mund të vlerësoj, mund të shofim, dhe do vim shumë shpejt me ide konkrete, qoftë vetë, qoftë me organizatat të Kosovës, qoftë me biznesmen të Kosovës për të hequr një gjë të vogël nga jeta e përditshme e njerëzve që ka nevojë. Farsana të mdhaja, bravo. Foto tjetër. Po kjo, Samir? Kjo është një godinë që bashkë me i partnere kemi blerë në Morristown, New Jersey. është një godinë shumë e madhe. E kemi blerë së fundmi për rreth një viti dhe padyshim është një nga investimet më të mëdha në Amerikë. Office building, kategorisë A, funksionon perfekt, e gjitha edhe në meqera. Një nga investimet që kemi në Amerikë. Shqiptari edhe këtu? Shqiptarë. Në mes të Morristown, New Jersey. Ma kona me shqiptarinë se kina hek shumë përsi popull historikisht sa mirë ndokën si e undra shqiptar. Ne jemi një popull shumë si përmarës, kudo ku takoj njerëz në për planet, gëzohem shumë, ka një mindset, një mendje perfekte për biznes, dhe jam i sigur që do jemi shumë mirë në të gjithë botën në drejtim të biznesit të paktën. Që u knaqe muhabet. Sa mjës të gjuj flet, për pos gjuhës tonë? Gjermanishtën po? Gjermanishtën po, anglishtën po, flas pak italisht. Këto janë. Po naturisht gjermanishtën dhe anglishtën, besoj që i flas mirë. Gjermanishtën gjithë qyshtë, që të kjo? Edhe anglishtën, po përshka të biznesit. Very good. Alles klar. Very good. Javol? Javol. Ja, du të me piskat pak, javol. Foto tjetër për shikusin ta shohim. Ky është një hotel i ri që kemi hapur në Green Coast, një nga zhvillimet tona turistike në jug të vendit. Hoteli është me emrin M Galerit, një nga 3 kompanitë më të mëdha të botës akor. Investimi është 100% imi, I Balfinit. I Balfinit, që është 100% imi. Po. Që se kur e them imi duket pak shumë I kompanisë. Po, Balfi për kuptoj. Po, pra duhet që thëmë një oksigen. Po, duhet jem korrekt, po. A po më bëjë nervoz pak edhe që më kjo jam jo, është oksigen. Ky është një hotel që kemi hapur vitin e kaluar, një nga hotelet me vendodhjen më të bukur në Mesdhe. Është e hapur vitin e kaluar, tash në datë 1 maj riapim prap, sepse është një hotel sezonal. Është ky hoteli që pim kafe me shakun që erdhëm, me pi kafe? Po, ky është hoteli, po. Ky është hoteli dhe funksionon perfekt, si tash ka një pozicion perfekt në raport me detin, në raport me malin, një gjë shumë e bukur. Kjo është Green Coast, Kjo është hoteli në Green Coast. Green Coast është një investim rreth 1 miliard euro, po. 1 miliard? Po, kurse kjo është një pjesë e Green Coast, pra hoteli Green Coast. Se keni zgjedh bashkë Green Coastin? Po më ndaj, pjesën e detit, tepër deti bukur atë. Vendi mirë për të zhvilluar, ishte I pa zhvilluar dhe kishte këtë mundësi që të zhvillohet në mënyrë unike, dhe pranaj zgjodha Green Coastin. E kur rinë sa mërë ti? Unë vetë rinë Tiranë, po naturisht tani në verë edhe në Green Coast. Edhe vazhdimisht shkoj në përvendet ku kam punë. Merë atë në I villë me qëra në Green Coast, kënjashësh. Ose e ndërtoj një. Qëfar pamje? Foto tjetër? E njëta gjë, Green Coast. Po, ta shpiktuj. Po, një pamje më të mirë. Mbrapa është Green Coasti, përpara është hoteli, dhe ka dhe 6 hotelet tjera me 5 yje që janë në ndërtime sipër. Që u janë? Të zhvilluesve të ndryshëm në supervizimin tonë. Ka hotelet të reja, shumë të bukura. Disa nga ta janë vërtet nga më të bukurit që unë kam pa në njerë dhe s'kam pa pak.
Foto tjetër, që me të pa ma shkahoj, më në mas emisionit, më. Po folë në për kësi sende, për... Ky është një projekt tjetër që kemë filluar detalet. Tale vene jam. Një vend shumë i mirë, një projekt shumë i mirë, jo shumë i dendur, duke ruajtur parametra ambiental të mirë, jo me dëndësi të madhe, jo me lartësi të madhe, dhe në një vend që në qoftë se mbarojmë emisionin shpejt tani, mund të shkojmë tam darkën aty për 2 orë gjys. 2 orë qerek kemi po. 2 orë gjys po. E ku matë vetë? Po. So pika ma afër të Kosovës kja. Është vend shumë i mirë. Pika ma afër detare e Kosovës është Tale. Tale. Kjo është Talja, një projekt shumë i qeshur, shumë i gëzuar, shumë i me ngjyra, me bimësi, si që shikoni janë shumë të ulta, pra nuk ka ndërtim të lartë. Kush ka bërë projektin? Projekti ka bërë një studio nga Japonia, quhet Japana, arkitektja? Japonisë, po. Jo to diçka tjetër, po. Ja ky është projekti, shumë ambicioze dhe në det, duke ruajtur të gjitha elementet e mjedisit. Sa mirë jo që ne sanë vishun e mot, je kam plan me dalë mërë në detë në Shqipni. Mëse këtë që kupta? Do jetosh aty apo do... A, kismet, për që ato du në ofër. Edhe ky është lajmë. Detit, ja, me akum thonë që 20 vjetë i shkreti piskas. Se ke bo, e mo. Se kom bo dhe se stash. Unë me marë të tjallë. A i ka bëjmë aftyrë në dhemë shpe? Shtrejnë janë, shtrejnë. Ja, këta Shqipërisë i bajë shtrejnë shumë. A Shqipërisë, ja, a disa një i mirë më është në Shqipni? A i Zamiri. A disa një është të mirë ka në Shqipni? A i Zamiri kjeri mirë. Shumë, edhe është ta mund tipik shqiptarë dhe kavalerë dhe i dashën. Ja, për ma kom si, me parë vla, kësë për du bëdalë Shqipni, se du detin. Super. Kjo është vërtet një projekt i rekomandueshëm dhe një projekt që si që thash buzqesh nga në artistike. Që është thash unë edhe deti. Plako dhe deti, se u plaka. Jo, më plak si e po. Po do me ja letësu vetit. Edhe. Që është si na plak, sa me? Edhe. Për na keshim të atërit, po thojnë, s'din ti me ly Sony PlayStation, në për na thojnë neve, që e knaqe këta. Pra të ndim në Sony PlayStation edhe Xbox, po. E me Samirin e mi shiku se duar, që kjo është stafi, jo na ka bot fra bisete, me se këshërni si shef, këshërni si bised. A është shqip për qef, nomin e parve ja këmë zera. Atë se ka dosh mi jo vetë se s'mu dhe bjerë zera. Falimderi Samir për që ato sa në që ne tha. Ama ato të pare në spitalin edhe shkollën, si biznis ato, me fitu ti, vish mes në shkojnë pare tja Kosovës dhe le të mësohëm në të bëhet model. Vendimarja emocionale në biznes është një nga problematikat më të madhe. Ani shqyrto, please. Unë të thash do të shqyrtoj me seriositetin më të madh, duke mos kursyer as para për studimin, sepse studimet kërkojnë para. Unë ato para do të shpenzoj dhe do të vi pastaj të them se si është situata. Edhe i shboj model, kështi pikë referimi, edhe këta qërë shkollat tjera, spitalet tjera, institut, se orë njoni, që pi bom prej ma, standet. Le ta shikojmë. Si jemi në halë sa mirë, për një ma jemi në halë popli, a di sa porë ja shkon pistujt. Ku shkoj parë? Në vendet tua. Në Macedonia, 80 kilometra, du të me shku atje të shkretit. A i sanë që regulohet. Kemi mjek të mirë, aparatura, disi. Unë e punej mas dite, menager, par rogë. Se unë e naja, mas dite e më për qef, dalë. Disiplin, isha knjash. Besim dani ujtë në hapësh pak, apo prap, e ke edhe ujtë me kursim? Po ti folë mërë burë. Se dhe më vjetë turp e kërkuj. Pse më vjetë turp ti? Se kafe, jo, po. A, tha më mërë i kafe që të Jo, nuk dua, jo. Po, kemi shtë të princit për pes. Pive uj, po pi uj. Po të kështë pi kafe, të kështë pi dhe kafe. Kështu e kemi korçar. Po, pe që unë e marrë me kemë Prishtë në Tiranë. A disa më ka rëgju rrugës, jo kishit shtrajta, i nuk rëgjën. Po thonë dhe shtu kemi një dalim. Kemi dalim, po. Bojmë dishka. Foto tjetër me Samir Banin. Që kjo? E dashuroj librin, lexoj vetë shumë, kam lexuar pa dyshim më shumë, lexoj vetë shumë dhe rekomandoj këdo që të ketë mundësi 10 minuta, 20 minuta të lexoj, është një gjë, një pasion që unë kam dhe kënaqem me ta. Prandaj dhe me sa duke stafi e ka gjetë këtë foto. Lexon. Lexoj. Për qef. Jo librat biznesit? Në fakt, më shumë që t'jemi sinqert, më shumë librat biznesit, më pëlqen, po dhe histori, edhe letërsi, po kryesisht librat biznesit, lexoj edhe rekomandoj plot
nga brezi i ri që të lexojnë një pjesë të librave që unë kam lexuar. Poezina, Adan? Pak, nuk është në nga ato proza më pëlqen më shumë, poezia më pak, nuk është një gjë që më tërheq shumë, por në ato fillimet e mia ndoshta po nuk jam ke poezia. Shqipnia na ka pasuru me botime, gjithmonë, ja kemi pa herën edhe në këtë drejtim. Përpara, sigurisht po. Kemi pas shkrimtar të mirë, qoftë në prozë, qoftë në poezi, shumë të mirë. Dhe kemi akoma. Shqyqyr që kemi një tjetrin. Po, shumë. Ajo është një gjë që tashmë është normale në... Gati u zhduk ajo ndasia. Se dëgjoj kur thonë ata të Shqipnisë për keq, ose ata të Kosovës për keq, atë pengon kjo fjalë si shqiptar, jo si biznesmen. Atë pengon? Jo, në fakt, nuk më pengon me të në. S'kam në një emocion. Kur thojnë, kur u mundoshin mishti do ndasi, qofte edhe disa media, dhe këtu edhe në Shqipni. Edhe në Shqipëri, po. Ata të Shqipnisë që... Në të dyja krahët mund të ketë element të cilët pengojnë, po kjo nuk na, sidomos në drejtim të artit, të shkencës, të kulturës, të skemi. S'kan shka na bojnë. U përbese shajshin Shqipnin dhe me shkonin detë në Shqipni. Gjithë shkoj. Pi mas luftës që 27 vjetë sa me. Shqipnis nuk ja daj. A ka problem me Shqipëria? Po në madhe. Pa dushim që ka. A në shka që ka shkojnë të mësu? Pa dushim. Jo, kamarierë s'pedin me shërby. Po e drejtës, a është më mirë çdo vit? Kjo është Elbi. Po. Në qoftë se është më mirë çdo vit, atëherë po pra, është krypuna. Kush nuk pedin jo, tipo ti mësomër? Ja, Shqipni, losh, po veç edhe Shqipnia me në ardhe në Kosovë. Kemi këto venda me na vizitu. Keni shumë të bukura, unë kam vizituar një pjesë. Akoma mund të bukura mund të bëhen, mund të ketë investime edhe më të mira, po jam i sigurt që lëvizja e njerëzve për turizëm tashmë është një gjë e kaluar. Jo, po mi bo dhe tip organizativ shtu shkollat, me pru nxansat, me sjell Shqipnis, me vizitu Prakazin, me vizitu vendet tona historike, kullat, malet, që shtu rritët dashnia. Foto tjetër për Samir Manen? Hajde ta këshim që ta. S'kam në koment special për të. Jo, kemi aty, vish numërin një, vish një Shqipëria që e ka dhonë. Oke, publikimi i do më thonë, Gjermënia i pas ka 212 miliardera, po? Po. Pa erdhen kafet, pasha zote, tu ta bacës, dhe erdhen kafet. Atër jemi detyruar që kur të vish Shqipëri të do ofrojmë kafe gjithashtu. A i bleve si të shtrejta ka 2.000 euro kafe në atë. Fesha ma nare si të 1 eurove? To të princ kafes apo jo? Po janë to super speciale e përësitët. Sa mi vishdash të me ta kaltu atëja shpetsi që edhe na dim, po neve tash, na miliardera së mbon, po mirë jemi. Pra bes mirë jemi. Edhe milionera mirë. Po bërë, nuk të shkeq. Ka kalzu i shok. Cilit politikan më rakun pas bo, që shdo kënë pash zote 1 milioner, mi pasë si ku pa kur, për para ku të gustra këta politikat. Të na, politikanat nën mesatar, ju t'i tha mesatar, unë nuk jam komente politike, kështu që... Mes jep komente veç me strasisit të ngjitën këta. Apo na ndihmon fushatën pak e si na ku të vim, ta bojmë ty kështu e na që jemi kështu në pushtet, ndihmon na pak si na shtrojmë, me sa. Sa mirë, për të më shetit hala që to na kemi, turizmin që shmi zhvillu, e kun shkru këta e prekem, që to në tale kur ndërtohen. Fillojnë shumë shpejt ndërtimi, besoj 2 vite gjysmë nga sot janë të mbaruar. Po, në Green Coast edhe kjo, Vlora Marina, është e jote? Vlora Marina jemi financuesi kryesori Vlora Marinës, po ecën me shpejtësinë më të madhe, një projekt shumë ambiciose, para marinë moderne në Shqipëri dhe një marinë quhet mid-size marina, një marinë me kapacitet mesatar mesatar deri të madh në bregdetet e Mesdheut, e menexhuar nga i kompanit në pronësi shqiptare, po e menexhuar nga kompanit më të mëdha të botës, që quhet Dimarin, një projekt gjigant që është duke ecë me shpejtësi të madhe. Me shumë shije pi bëjnë Shqipënia sa më. Përbes po. Ka arkitektë të mirë që punojnë, ka grupe të mira që punojnë, produkte të mira shumë po nxjerrin në Shqipëri me të drejtën. Zhvillimi i turizmit padyshim ka qenë kaotik, tash më është futur në shina normale të zhvillimit. Gjithmonë ka vërejtje, po ndërtohet shumë, po ndërtohet pak. E rëndësishme është që produktet që po dalin tani janë shumë të mira, kudo, në gjithë Shqipërinë. Po, kualitet. Jona,
Balfini, folme ta shfrytëzojmë situatës, qaj mikrofonin, ta shfrytëzojmë situatën në speqet në esan, reklamosh të lirë. Tani lidhur me real estate-in. Po. Ne në Prishtinë kemi zyrën tonë, pothuajse që 4 vite, që i shërben vetëm tregut të Kosovës për projektet tona në Shqipëri. Okej. Kishim portofol shumë të madh edhe të pronave dhe sa vjen e zgjerohet portofoli pronave. Sa e keni portofolin e pronave? Aktualisht kemi të paktën 4 projekte aktive dhe një tjetër në pipeline që është Tale, që do filloj tani, domethënë e presim me ditë që të dalim. Madje edhe kemi publiku. Si vlerë dini asetet? Sa njësi? Si vlerë totale? Se unë ashtu nuk e di, po pyes kot. Në jema të folë, për të me ka dalja në jema të folë për 70 veta, po të se di? Jo, po, se është tjetër... Shumë bukër, është të qenë biseda ju, hajt. Shiko, ajo që do të dua të shtoj, është që ona është padyshim menaxherja e zyrës tonë në Prishtinë, kemi zyra në Zyri, kemi zyra në Vjenë, kemi zyra në Shkup, kemi zyra në Amerikë, në New York, që janë si motra të zyrës së Kosovës, njerëz të cilët shesin pronat tona, që unë besoj si vlerët duhet ta kaloj 1 miliard. Po, i kalon 1 miliard. I kalon me disa qindra 1 miliard. Atë do dalash që të vazhdojmë në bisedën. Po, vazhdojnë se interesant, hajtë shefi me bashkëpunëtorët. Jemi mbi 1 miliard, jemi disa qindra mbi 1 miliard, dhe prezenca jone për zyrat ndërkombëtare është nuk është vetëm për të shërbyer shqiptarëve këtu dhe shqiptarëve diasporës, po vitet e fundit vëmë re që ka një rritje të jashtëzakonshme të klientëve të blerësve të huaj. Prandaj dhe jemi të shpërndarë. Italian, austriak, amerikan, të cilët që blejnë prona në për zyrat tona në Shqipëri. Pra, në Shqipëri, po që trajtojnë nga zyrat tona në përbot. E unë mësë për pas det, Zvisrani po, mësë për pas villën det, banesën det, Zvisrani po. Drejt, po, ai besimi i Zvicrës e ka rogën 1 milion euro. Ti nuk besoj që e ke më shumë se 1 milion, apo jo? Që atë pari? Atë. Atë. Okej, mirë. Që pa shfaj latë, vjene e pis Zvicrës latë në det Adriatik, unë të këshu televizion. Nuk i tregojmë gjë. Dhe numri është gjithnjë në rritje. Numri është gjithnjë në rritje të investitorëve të huaj. Ka një interes të jashtëzakonshëm për turizmin në Shqipëri, një rritje. A të blenë Kosovarët po? Nga Kosova blenë shumë, sigurisht është një treg shumë serioz, prandaj dhe ne erdhëm me zyrën tonë këtu sepse u bë, nuk do të them e pa menaxhueshme, sepse ne kemi një staf shumë të madh në Tiranë, po e pam që ti shërbejmë më mirë të gjithë klientëve, duhet jemi prezent këtu sepse të gjithë kërkojnë dhe takime. Kërkojnë që ti prezantohet projekti, kërkojnë që të kenë takime direkte, të marrin sa më shumë informacion brenda një takimi, dhe ishte pothuajse e domosdoshme që neve të vini me zyrën tonë në Prishtinë. Është prit shumë mirë, shitja sigurisht ka dhe do të ketë gjithmonë në gjithë projektet tona. Tani së fundmi, që nga publikimi që kemi bërë për projektin e Tales, ka një fluks të jashtëzakonshëm kërkesash dhe neve mezi presim që tani shpejt të dalim edhe me planimetrit, sepse si projekt është prezantu, si projekt njihet. Qëto Tales që e pa? Projekti Tales, po. Faza e dytë është planimetrit konkrete të projektit. Staf kena më knash verës në Green Coast, ta najsan. Na dhirin në ashta. Po. Pingoci Barcelash. Po, pa tjetë. Ja, për një mashkojnë me staf në vjetë për vjetë. Ti me një kafe që merë, nuk ka për në farë, hajde për ditë. Apo fillohen pas e dreka, darka, hotel, me marrë dhe shok, e këshu ashtu tjetër gjemë. Jo më stafit, të më rëshiti goja që i thash kena më knasë si vjetë. Po, me stafit, thash, ka për në farë. Po, mes ju kalzoni familjive, shkojmë vish në stafi, në pëthojmë, ti marim gratë, të thmit, atë bom 200 vetë. Ja, pas taj du me bodi hotele. E pra, Jona, faleminderit, nëse kemi në ashtu dishka, do më thonë, kur do në banesa në bregdetin ton të Jona Balfin, pra të Samir Mane, precizitet, kualitet, më ka reklamoj se ti të zera paret burë. Jo, dakor, në regull. Për Skënderaj, mi dha, ku me ditë ku jep halala, si ti. Po do të marrë gjithë stafin tjetër, ose përveç jonë kemi edhe shumë, kështu që. Faleminderit, Jona. Jona, faleminderit. Rita, do më na folë në esanda fish për këshyrë. Kombinimi mirë, kjo është Shkodra, nëse janë gjojnë prind, Rita ishë nga Prizreni. Kombinim perfekt. Bravo, Samir. Faleminderit. Në i hobi tjetër, a ki Samir për pas leximit, të është u bo hobi se për para u konë obligative se ta lypë këtë runi? Jo, hobi tjetër s'kam, leximin e kam pa dyshim të rëndësishëm, e kam edhe shklodhje, edhe ecjen, kaq. Punë për ditë del në zyrë? Dal po ty se për ditë në zyrë, drekën e haj në zyrë, nuk dal nga zyra, për ndryshe do të mbas shumë kohë, kështu që kjo është një rutinë normale e ditës time.
Mashallah, të në këto prone, po anë kështë mërbur, krejt natën janë ku s'kam pare, sa prona. Gjithmonë paret janë të pamjaftueshme për të investuar, kështu që rritet apetiti më shumë, fitojmë më shumë, investojmë më shumë, fitojmë më shumë, investojmë më shumë, kështu që... E me thonë dikush që sot i ki 100 miliard euro, më s'pono mosh, a thu? S'to të pranoj. S'mund është pa puna? Jo. Është kënaqësi padyshim e madhe që të dalë në punë dhe të prodhoj vlera materiale për vete, po dhe për njerëzit, për komunitetet, e dua, e dashuroj punën. Mane Foundation, vazhdan? Padyshim, ajo është një gjë që më merr shumë kohë, tashmë merre me strategjit, merre me vendet ku duhet të shpenzojmë, merrem konkretisht me projekte, ndryshoj në një gjë nëse ma mërmenja se nuk është në drejtimin e duhur, e kontrolloj vetë, më shumë kontrolloj investimet në Mane Foundation sa investimet e mia. Sa mirë në të ardhmen tash, se ka herën edhe po bëj humor, tash seriozisht në të ardhmen nëse kemi një program të mirë, edhe një mundësi ka kjo, ka Mane, kemi edhe shumë gradë dënune në Kosovë, për bisedojmë kështu si vllazë njëherë, jo që për kërkojmë parë, por nuk është keq me diskutu ka shumë gradë dënune, edhe janë në situata bukur si të vështira. Nuk e kemi në tematikën tonë, po mund të afusim padyshim stafet e shikojnë. Padyshim, mendi se më kujtu, se jam në kontakt me to, jemi të dashme bodhe një dokumentar me përmasa botërore, me Zvicë, me dëshok Zvicranë dhe shqiptarë. Super. Edhe... Ta shohim dhe nësi mund, sipse jo. Po në këtë rast nuk po kërkoj, veç, adi si... Jo, për ta... Se bu kujtu... Sugjerimi jot është për ta futur në tematikat tona të fondacionit. Pastaj, nëse projekti konkret apo jo, është një gjë, le ta shohim më vonë. Se po tentojmë dhe do të realizojmë një dokumentar të mirë me Florimin, një producent shqiptar në Zvicër dhe me televizion zvicran dhe me mu si producent në Kosovë. Urime, dhe shumë sukses. Në shijet e në botë të vujtja jonë. Super. Jemi me Samir Manin, shikus të ndëruar, edhe pak nuk dojmë milëshu se kemi në një farë rubrike Samir këtu, që plotësojmë, nëse do këtë e këtë, a këshu në herë oksigenin? E kam parë disa emisione, natyrisht, por rubrikën do të shoh me kënaqësi çfarë të jetë. Një gjë që kisha se përmendë diasporën, është diaspora padyshim është një gjë shumë e rëndësishme për ekonomitë tona. Mund të jetë më organizuar, mund të jetë më specifike në raport me zhvillimet ekonomike të Kosovës dhe të Shqipërisë. Ka fatkeqësisht gjëra që ne i virejmë dhe kemi studime shumë të mira në drejtim të për shkak të bizneseve tona, të papublikuara, për skedhen konsumatore, për blerjet, për shitjet, për të... Kemi një studim për shembull që fatkeqësisht nuk është i mirë për ne. Në 10 vitet e fundit, shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë kanë shpenzuar diku ke 2 miliard euro për të blerë prona të cilat nuk i kanë eficient. Kushërinjtë e mi nga fshatët e Korçës punojnë në Gjermani dhe bëjnë shtëpi ke fshati i gjyshit, ose ke fshati i babës. Në Korçë? Në Devon. Okej. Fëmijët nuk e shkojnë kur, a i shkojnë vetëm një herë në vit për ta mirëmbajtur shtëpinë. Natyrisht që krenarinë e ka që e bera ke gjyshi, e bera ke baba. Por ato para janë të hudhura kot. Sigur ato parati hudhin në Brezovic, në Strug, në Durrës, në vendet malore në bjeshkët e Kosovës. Që gjenerojnë biznes. Që të gjenerojnë biznes dhe njerëzit të vinë. Në qoftë se ai jeton në Gjermani dhe vajza nuk do t'i shkoj në një fshat të Librazhdit, pse ai ka shtëpinë e bukur. Mund t'i shkoj një herë, por nuk, ama mund t'i shkoj shumë kollaj në Brezovic, mund t'i shkoj shumë kollaj në Durrës, mund t'i shkoj shumë kollaj në Strug, mund t'i shkoj shumë kollaj në të gjitha vendet që janë turistike dhe që përbën një ekonomi. Dhe këto para 2 miliard euro në 10 vjet janë shumë para të shpenzuara, të cilat nuk kthejnë asnjë vlerë. Përveç se një vlerë të vogël emocionale, që nuk është pak, nuk o keq, ama që shpuna që brezave do t'ja humbasë vlera, sepse fëmijët e fëmijëve e shesin. Ku do t'a shesin?
kush do ta blej shtëpinë e madhe 3 kate në një fshat të Korçës? Po, plus kjo, kush do ta blej? Po kush do ta blej? Ky është problemi, që sikur ta adresohen më shumë dhe të ndërgjitsojnë më shumë që le t'i ndërtojnë në Brezovic. Ato mund të vinë fëmijët, niprat, besat për ski aty, me shok, me miq vetin. Po, natyrisht, kudo mund ta ndërtojnë, vetëm se kjo para është e shpenzuar. Kjo është një këshill më shumë se sa pra jo në një interesin tim, padyshim se kur përmend Durrësi përmend edhe Struga u përmend edhe Brezovicën në krejt tona, prej shqiptarisë. Pra, kjo është një drejtim që mund ta marrin, mund ta studiojnë. Këshill nga biznesmeni numër 1 shqiptar, unë prandaj thash e shesin fëmijët se nuk vjen. Nuk vjen ai për Gjermanisë, 20-30 edhe e shet lirë. Ai ka shpenzuar 2 milionë euro për ta bërë shtëpi, 1 milion euro për ta bërë shtëpi. Shtëpi në Gjermani nuk e ka ashtu mirë sa që ka në një fshat. Problemi është që ai vetë ta gëzoi dhe natyrisht ka një satisfaksion moral që po, unë ndërtova shtëpinë ke shtëpia, ke vendi babës. Ama fëmijët nuk vinë. Fëmijët e fëmijëve mund të mos vinë. Kështu që kjo është një problem i cili mund të kurohet më mirë nga ana ekonomike. Po këshillon diasporën shqiptare, në përgjithësi investoni në biznes në Kosovë, Shqipëri. Investoni në biznes Kosovë, natyrisht ata investojnë, janë një forcë shumë e madhe e investimeve, pa ata nuk do t'i bëshim gjithë të gjëra që edhe si konservator po dhe si investitor, po sikur ta drejtojnë pak do ishte një gjë e mirë me të drejtën për të gjithë. Ndoshta nuk pajtohemi me këtë bashkë. Po kjo përbën një sens ekonomik, pra është një gjë që po, që unë vllaun e kam në Kanadë dhe ka një banesë normale këtu që kur vjen tjetër gjë. Po jo shumë me Jo, një banesë në Prishtinë është tjetër gjë. Një Gjakov që si ka, një banesë. Ama një fil në një fshat ku ashtu, padyshim emocioni është i madh, i brezit të parë, ama brezi katërt nuk besoj që do rivitalizoj ekonominë në një shtëpi të vetme. Natyrisht që duhet të blejnë, të zhvillojnë në zona ku ta ndjen edhe brezat e katërt. A kemi shpresë sa mirë si popull më u zhvillu më tepër? Ne kemi padyshim, jam i sigurt që kemi dhe jam i sigurt që kohë më të mira do vinë për ne, i kemi të gjitha mundësit të paktën drejtim të biznesit që të barazohemi me vitet e humbura, 10 vitet humbura që kemi pas ne dhe ju në zhvillimet tona ekonomike, sociale dhe politike. Kur punëson njerëzit në Ballfin, a ka kritere, a i trajnoni para se mi marrë? Kemi tjetër niveli disiplinës. Kemi 100.000 orë trajnime në vit. 100.000 orë trajnime në vit. Të stafit. Kjo është një nga të mirat ose thelbi i trajtimit të bashkëpunëtorëve tanë. Rreth 100.000 orë trajnime në vit në Shqipëri, në rajon, vinë specialistë nga jashtë që trajnojnë njerëzit tanë. Këtu jemi shumë avangardë. Kjo hinë kuadrët profesionalizmit dhe disiplinës. Pa dyshim. Pa dojmë shfrytzu që të kohë që e kemi bashkë sa mirë që njerëzit në të mësohen që pa disiplinë, pa profesionalizm, ka sukses. Natyrisht. Nuk priton me punu, që miliarder prap delën punë. Pa dyshim. Faleminderit për këshillat. Aj sa mundem. Edhe për donacionet, edhe për shiltërsin, edhe për biseden. Faleminderit. Që telefon sot a mojta? 200, më the, po dhe 100 mund ma japësh. Po, se ku t'jenë zërë e... Kurse unë të ofrova 200 me këste. Me këste? Po. Vesh mës me mi japë? Vesh mës me t'i dhenë me njëherë. Pse, ku ofitimi që të bërë? Sepse duke mos t'i dhenë me njëherë, mund të bledhin telefon tjetër të ati djarit, ose të bekit, ose... 300? Ty t'i valon ratat ma shumë? Po, t'i valon ratat ma shumë. Edhe me ato para, ble 3 telefona. Se unë e marrë atë për të shqitur. Po mora një për të mbajtur për vetë, okej, po unë do t'i marrë edhe ati, edhe të kameramanit dhe të tjerëve për t'i shqitur. Kështu që me 200 euro që më thua ti mu, unë më të ble 4 telefona duke pagu nga 20 me kasta. I shes. E shama boni shketi me 20 euro, as telefon të shpis të në blej, më shka me fol me gjithë me piskat, malë. Po ti do me shqitë, kështu që plus që ti atëve që baziteve nuk punon, shtë du telefoni. Okej. Samir Mane, a plësojmë që ta? Është relaksu se kështu që ki qep me të pa shkrimi se këta këmbolën edhe me hile. Pa tjetër. A pëtin, me ju pa dhe njerëzve shkrimi. Pa tjetër, shkrimi nuk e kam shumë të mirë, po. Shqiptari ma i madhë, që është inxhinier,
Se ki shkrimi? Se kam shkrimi, mirë fatkeqësisht. Po s'ka rëndësi tash. Mjekësi me shku. Të gjitha të mirat do të kemi. S'te jep Zoti krejt. Po tjetër. Shqiptari më i madh të gjitha kohrave. Skënderbeu. A do më na komentu? Se pa dyshim që aty fillon historia jonë. Okej. Po, kështu që Skënderbeu, ta shënoj, ta shkruaj. Apo e shkruan ti? Unë e shkruaj. Okej. Hajde politikani më i madh. Politikani më i madh Ismail Qemali, ka krijuar shtetin shqiptar. A ka qenë mesatar apo bimesatar? Besoj që ka qenë bimesatar. A mirë ju bone këtë të sotit. Me kurajon dhe me vendosmërinë që ka krijuar dhe me guximin që ka krijuar ka pas për të krijuar shtetin shqiptar. Mashtrus nuk do më përmend shqiptar. Jo. Okej. Jo patjetër. Çfarë ta ndroj? Pasaniku më i madh shqiptar. Tu kriju hapësira me fol diçka tjetër. Po. Jo përpara, ku me ditë ka gjun. Pasaniku më i madh shqiptar ka plot. Nuk do t'i përmend me emra, po ka shumë në Shqipëri, ka shumë në diaspor, ka shumë në Kosovë, njerëz që janë të pasur edhe materialisht edhe shpirtërisht. Njoh për të shumë, punoj me ta, kështu që ka shumë të tillë, do ta ekskludojsha emrat personal, po janë shumë. Shqiptar të shkruaj, shqiptarët dhe mek. Po. Pasanikët. Qartë. E profesioni i Samirit që e don shumë. Ose sipas Samirit, cili është profesioni më i bukur. Atë që të dëshirojsha vetë, dhe që eventualisht mund ta bëj pasi të mbaroj bizneset e mia, do kem një butik hotel të vogël, diku ka 20 doma, t'ju shërbej njerëzve vet. Është një gjë, do ta kem e kam në fakt në lista dhe në ëndrat e mia, pas një pjesë të ëndrave janë plotësuar, për ta pasur të gjë. Nuk e dua hotel të madh, e dua hotel të vogël, t'ju shërbej njerëzve vet, të bisedoj me ta, të flas me ta, natyrisht që nuk do të gatuaj vet, do kem njerëz që do gatuajnë, po do të shërbej me ta, do ulem me ta, do bisedoj. Kjo është një nga profesionet që unë do ta kisha me qejf ta bëj pasi jam bëj pasur. Na, shikuzën do thu, kemi flajt bashkë, dhe unë që të ondër e kom moti, po? Për bes. Po, jaku. Mi mojt, qaj lokal mi bëjt gjatë 5-6 dhoma njëllë. Ashtu kam edhe unë, me 20 dhoma, me shërby njerëzve të ndryshëm dhe me fol me ta për ditë. Edhe me kallëzu histori. Histori, me dëgju histori, me kallëzu histori, po kjo është ajo që më pëlqen. Po të qërë që me të kesh për parë lejmëru të shoki. Nisja bone që tash burë. E qartë. Pa dushim. Sportisti shqiptarë, Samir, hajde. Shëqër, kemi bolë. Kelmendi dhe Cana, pra Majlinda dhe Loriki. Të dy janë kanë dhënë ka shkruar histori në historinë e sportit shqiptar. Shumë emocion. Absolutisht. Okej, Majlinda dhe Loriku, e thash të kënga shqipe. Dëgjoj muzikë shqipe, tani këngëtari padyshim ose këngëtarja shqiptare Dua Lipa, natyrisht që më e madhja dhe një nga më të famshmet e planetit. Ndër këngët shqiptare, Moje e bukur amore, është një këngë që më pëlqen shumë, e lidhur me Arbreshët, e lidhur pra një këngë e bukur, e cila ka një varg shumë të bukur, ka një poezi shumë të bukur, ajo më pëlqen. Samir, Arbreshët tonë e shikojnë oksigjenin një numër shumë i madh dhe shpesh në qënë fala. Që keni të fala nga Kosova dhe Shqipni njësonte Arbreshët e dashur. Filmi? Filmi është një film shqiptar që e Luku Qetmore. E di për manë që marë. Po, një film ai shumë i mirë shqiptar Luku Qetmore. Jemi rrit me atë film. Dhe padyshim Kadri Roshi që luan aty është një nga aktorët më të mirë të korave, natyrisht ky është opinioni. Ai Servili, ai shpioni. Po, ai është një nga Hani. Mua të më hedhni nga shkollët. Ajo është një gjë që më ka ngel në mendje pasi jemi rrit me atë film. Lolkuqet bimor. Po. E shoku më i mirë i Sajmirit. Shoku më i mirë është ai që të gjendet në nevojë dhe në hall, dhe që shkëndan me ta edhe gëzimet edhe hidrimet. Nuk kam një specifik, sepse kam shumë të tillë, edhe jam i gëzuar që kam. Edhe për njerëzve, ka shok tjetër, libri, deti. Padyshim, kisha fjalën në definicionin shok. Tamam, kuptimin po fal fjalës. Fjala e urtë më thuaj me kërit them cili je.
edhe kjo lidhet në raport me shoqërinë. Më thuj më kënd përrin, kallëzoj kush je. Po. Përdoret edhe të lash shumë. Po. Pra kjo është një shprehje e cila më ngjitë, si më thënë. E unë për shembull që i urrejta politikanët, i bje që sri me ta. Kush jam? Si e si ata? Okej. Vazhdojmë me sa mirë. Zbulimi dhe shpikja më e mirë natyrisht është në kohët e sotme inteligjencë artificiale. Që unë besoj që për ta pasur atë duhet të kesh qasje në internet dhe besoj shumë, këtë po e them për herë të parë, me pak emocion që interneti duhet të jetë një domosdoshmëri furnizuese që njerëzit ta kenë ata si një utility, si ujin, si elektricitetin duhet të kenë edhe internetin dhe qeverit në gjithë planetin duhet të merren që ta kenë atë, sepse pa interneti padyshim që nuk ka njerëz të akses në duhet të krijohet një konsensus ndoshta botëror që interneti të jetë pjesë e benefiteve që ka secila shoqëri në mënyrë që të kenë akses ke inteligjencë artificiale, e cila do t'ja lehtësoj jetën gjithë planetit. A është ka kërcënim për bashkëpunëtorët? Në ç'kuptim? Inteligjenca artificiale që hyri. Jo për bashkëpunëtorët, por për përgjithësi. Unë nuk besoj, unë nuk besoj që inteligjenca artificiale do ta ketë zhvillimin e vet, do ta ketë progresin e vet, do ta ketë kulmin e vet, po si të gjitha zhvillimet industriale, teknologjike, edhe ajo ka kufizimet e veta, po e mira është më e madhe se e keqja të sjell. Dëgjoj shpesh që thonë që njerëzit do ngelen pa punë, njerëzit nuk do ngelen pa punë. Kur të vinë në emisionin tjetër tëndin pas 5 vjetësh, të garantoj që njerëzit nuk do punojnë më 5 ditë në javë, po do punojnë 4 ditë në javë. Tamam për ne tipike shqiptare. Jo, edhe për gjithë botën. Po që atë 4 ditëve vikendin mi bo pushim, për na bje veç 2 ditë me dalë punë. Po, pra ne po them, por ka dhe duhet të ketë forma të tjera të rishpërndarjes së pasurisë botërore që do vinë si rezultati i zhvillimit të inteligjencës artificiale. Këtë nata do më shtin kujtime të mira apo të këqija? Besoj ke të mirat, ose ke më të mirat. Do jemi përfunduar, do jemi najtë hala. Na kemi të pakufizune këtu. Jemi okej, unë besoj që kemi thënë gjërat siç duhet, po kjo nuk është era e fundit që do jemi ke misioni jot. Suksese juve, të fala Shqipnikës mi bën. Shka në erdhë? Erdhë me dëni me shi telefonat tërsh. Ja. Kajtë me telefonat ndorë. Ka ra pazari tani, se u bë shumë. Shiko së ndërruar me biznismenin nëmër 1 të Shqiptaris, Samir Mane, dhe mbi të gjitha me humanistin, filantropin, i cili e rësonte el shajdore, si zakonisht. Fala bi bon Shqipnis, që harën, vi vetu një bëjt fala Shqipnis, se shumë shpesh vjen. Jam atje. Po, erën tjetër, jo vetë me kafe, jo vetë me ujë, merr dhe kafe. Po, marrë dhe i kafe del ku del. Faleminderit shumë. Faleminderit. Suksese. Gjithë të mirat dhe kalofshi mirë. Bashkë me ju. Shqiptaria ka kuptim vish kur t'jemi një. Shikus në dërë është jemë mas pak me kuizit.